Ajo I dha trupin, por priste zemrën e tij. Milioneri ofronte nedh. Kur premtime. Çdo agim ishte një plag e hapur në heshtje. Deri në ditën kur vendosi të mos lutet, Marina gjithmonë kishte besuar se dashuria ishte diçka që ndërtohej me kohën, si një shtëpi e ngritur tull pas tulle, me durim dhe përkushtim. Nuk ishte nga ato gra që prisnin princër të kaltër apo funde për allash. Ajo besonte në diçka më të thjeshtë dhe më të thellë, se dy njerëz, kur takoheshin, mund të krijonin së bashku një botë ku do të kishin vend ëndrat e tyre, brishtësitë e tyre dhe siguritë e tyre. Ishte ky besimi që mbante në gjoks kur zgjohej çdo mëngjes në garsonierën e saj të vogël në zonën e bllokut, në Tiranë, ku jetonte vetëm prej 3 vitesh. Ajo punonte si përkthyese e pavarur, një zanat që I lejonte të qëndronte në shtëpi, e rrethuar nga librat dhe nga heshtja që e vlerësonte aq shumë. Marina nuk ishte grua e festave apo e rrathëve të gjerë shoqëror. Preferonte shoqërinë e pak njerëzve, atyre që kishin vërtet rëndësi, atyre me të cilët mund të bisedonte për jetën pa pasur nevojë të shtirej si dikush që nuk ishte. Rutina e saj ishte e parashikueshme, pothuajse monotone për sytë e të tjerëve, por për të kishte një bukuri në atë thjeshtësi. Zgjohej herët, pinte kafen duke parë nga dritarja pemët e rrugës, punonte deri në fund të pasdites dhe në mbrëmje lexonte ose shihte ndonjë film të vjetër. Ishte një jetë e vogël, por ishte e saja. Ishte në një pasdite shtatori, gjatë një eventi letrar në qendrën kulturore që ndodhej pak bloqe larg shtëpisë së saj, kur Marina pa Ardianin për herë të parë. Ai ishte ulur në rreshtin e parë, me një kostum të errët dhe qëndrim të drejtë, si dikush I mësuar të ishte në komandë. Marina ishte aty vetëm si dëgjuese, kurioze për leksionin që trajtonte letërsinë bashkëkohore shqiptare, por ishte e pamundur të mos e vinte re praninë e tij. Kishte diçka magnetike tek ai burr, diçka që shkonte përtej pamjes apo rrobave të shtrenjta. Ishte mënyra se si ai shikonte folsin, I vëmendshëm, duke thithur çdo fjalë, sikur vërtet I interesonte ajo që po thuej. Kur eventi mbaroi, Marina I u afrua tryezës së librave që po shiteshin. Po shfletonte pa vëmendje një botim tregimesh kur ndjeu një prani pranë saj. Ishte ai. Ardiani mori të njëjtin libër që po shihte ajo dhe buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje që dukej se ruante sekrete. Të pëlqejnë tregimet, e pyeti ai, pa asnjë formalitet, sikur ta njihte prej vitesh. Marina ndjeu zemrën t'i rritë shpejt, por e ruajti qetësinë. Po, më pëlqejnë, u përgjigj, duke u përpjekur të tingëllonte natyrshëm. Janë histori të shkurtra, por shpesh thonë më shumë se romane të tëra. Ai tundi kokën, sikur të ishte thellësisht dakord. Ardian Gashi, tha ai, duke I zgjatur dorën. Marina hezitoi për një çast para se të pranonte shtrëngimin. Marina Krasniqi u përgjigj. Dora e tij ishte e fortë, e ngrohtë, dhe prekja zgjati një sekond më shumë se sa duhej. Ata biseduan për disa minuta për letërsinë, për autorët shqiptar, për jetën në Tiranë. Ardiani fliste me lehtësi, me një entuziazëm që binte në kontrast me imazhin serioz që përcillte në shikim të parë. Marina zbuloi se ai ishte biznesmen, pronar I një kompanie ndërtimi që vepronte në projekte të mëdha në qytet. Ai nuk mburej për këtë, por ishte e pamundur të mos vije re krenarinë e fshehtë në zërin e tij kur fliste për punën. Para se të ndaheshin, Ardiani I kërkoi numrin. Do të doja ta vazhdonin këtë bisedë në një moment tjetër, tha ai, me një shikim që Marina nuk diti ta interpretonte. Ajo ja dha numrin, ende pa e ditur nëse kjo ishte thjesht mirësjellje apo kishte diçka më shumë. Në ditët në vijim, Marina e gjeti veten duke menduar për të më shpesh se sa do të donte ta pranonte. Ai ishte ndryshe nga burrat që ajo njihte. Kishte një intensitet tek ai, një prani që mbushte hapësirën përreth. Ardiani I dërgoi një mesazh 3 ditë më vonë. I thjesht, I drejt për drejt. Do të darkojmë bashkë nesër? Marina e lexoi mesazhin disa herë para se të përgjigjej. Një pjesë e saj donte të thoshte jo, të qëndronte e sigurt në rutinën e saj, larg komplikimeve. Por një pjesë tjetër, një pjesë që ajo nuk e dinte se ekzistonte, donte të thoshte po. Dhe kështu bëri. Darka ishte në një restorant diskret në zonën e pazarit të ri, një vend simpatik, me drita të ulta dhe muzikë live. Ardiani arriti në orar, I veshur më kasual, por ende pa të meta. Gjatë vaktit, ata biseduan për gjithçka. Ai foli për fëmijërinë në Korçë, për mënyrën se si erdhi në Tiranë ende I ri, I vendosur të ndërtonte diçka të madhe.
Foli për sfidat, netët pa gjumë, rreziqet që mori dhe që fatmirësisht ia dolën mban. Marina, nga ana e saj, tregoi për pasionin e saj për librat, për mënyrën se si përkthimi ishte një formë për të jetuar disa jetë pa dal nga shtëpia. Ardiani e dëgjonte me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje, duke dashur të kuptonte kush ishte ajo në të vërtetë. Në fund të mbrëmjes, kur ai e la në shtëpi, pati një moment heshtjeje në makinë. Ardiani e shikoi me një intensitet që Marina nuk e kishte parë kur më parë. Ajo ndjeu se ai do ta puthte, por ai thjesht I mbajti dorën dhe tha, "Më pëlqeu shumë mbrëmja, Marina. Shpresoj ta përsërisim." Ajo doli nga makina me zemrën që I rrite fort, pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndjente. Javët në vijim ishin një seri takimesh. Ardiani e çonte në vende ku ajo nuk kishte qenë kurrë, restorante të sofistikuara, ekspozita arti, koncerte. Ai kishte një botë të tërë në maj të gishtave dhe dukej se donte ta ndante gjithë këtë me të. Marina ndihej e veçantë, e parë, sikur më në fund dikush e kishte vënë re se ajo ekzistonte. Ardiani ishte I vëmendshëm, por edhe misterios. Ai fliste për punën, për projektet, por kur për jetën e tij personale. Kur nuk përmendte familjen, miqtë e ngushtë, marrëdhëniet e kaluara. Ishte sikur ai ekzistonte vetëm në të tashmen, në atë hapësirë që krijonte me të. Ishte hera e 5 që u takuan kur gjithçka ndryshoi. Ardiani e ftoi të shkonte në apartamentin e tij, një vend që ai e përshkroi si strehën e tij. Marina hezitoi, por kurioziteti dhe dëshira për të qenë pranë tij folën më fort. Apartamenti ndodhej në një nga kullat e reja luksoze në qendër të Tiranës, në një ndërtesë moderne me siguri të përsosur. Kur hyri, mbeti e impresionuar. Ishte një vend I gjerë, I dekoruar me shije të hollë, plot me piktura dhe objekte që dukeshin të zgjedhura me kujdes. Kishte një kantinë vere, një bibliotekë që zinte një mur të tërë, koltuqe lëkure që dukeshin sikur të përqafonin kur uleshe në to. Ishte lloji I vendit që shfaqet në revistat e dekorit, por që në të njëjtën kohë dukej I ftohtë, jo personal, sikur askush nuk jetonte vërtet aty. Ata pinë verë, biseduan deri vonë dhe pastaj, pothuajse natyrshëm, u puthën. Ishte një puthje intensive, plot dëshirë dhe një urgjencë që Marina nuk priste ta ndjente. Ajo u dorëzua, duke lënë momentin ta merrte me vete. Atë natë, ata bën dashuri për herë të parë. Për Marinën, ishte më shumë se thjesht një akt fizik. Ishte një dorëzim I plot, një mënyrë për të thënë pa fjalë se ajo I besonte atij, se ishte e gatshme të ndërtonte diçka të vërtetë. Ajo besoi se ajo natë ishte fillimi I një historie që të dy do ta shkruanin së bashku. Por kur u zgjua mëngjesin tjetër, Ardiani ishte tashmë I veshur, gati për të dalë. Ai e puthi në ballë, tha se kishte një mbledhje të rëndësishme dhe se do të flisnin më vonë. Marina mbeti vetëm në atë apartament të stërmadh, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë sapo kishte ndodhur. Ajo priti telefonatën, mesazhin, çdo shenjë se ajo natë kishte pasur kuptim edhe për të. Por ditët kaluan dhe Ardiani e kërkoi përsëri vetëm një javë më vonë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Marina u përpoq të pyeste për distancën, për heshtjen, por ai ndryshonte temë me mjeshtëri. Thonte se ishte I zënë, se puna ishte intensive, por se mendonte për të. Dhe pastaj, kur ajo më pak e priste, ai kthehej me atë buzëqeshje, me atë shikim dhe gjithçka dukej se merrte kuptim përsëri. Ajo e shihte veten të bllokuar në një cikël që nuk arrinte ta kuptonte, por nga I cili gjithashtu nuk arrinte të dilte. Takimet u përsëritën. Gjithmonë në apartamentin e tij. Gjithmonë natën. Gjithmonë intensive, por gjithmonë të ndjekura nga një distancim që e linte Marinën gjithnjë e më konfuze. Ajo filloi të vinte re një model, Ardiani shfaqej kur donte, zhdukej kur I leverdiste dhe kur, në asnjë moment, nuk fliste për të ardhmen. Ai nuk bënte plane. Nuk ja prezantonte askujt. Nuk e ftonte në evente ku do të ishin të pranishëm njerëz të tjerë. Marina ekzistonte vetëm brenda atyre 4 mureve, brenda asaj hapësire që ai e kontrollonte plotësisht. Ajo u përpoq të bisedonte për këtë disa herë. Ardian, ku do të na çojë kjo? E pyeti një herë, pas një nate tjetër së bashku. Ai ishte shtrirë pranë saj, duke parë tavanin. Ai qeshi, sikur pyetja të ishte naive. Marina, jemi mirë kështu, apo jo? Pse ta komplikojmë? Ajo nuk diti çfarë të përgjigjej. Një pjesë e saj donte të bërtiste se jo, nuk ishte mirë, se ajo donte më shumë, se meritonte më shumë.
por një pjesë tjetër, pjesa që kishte frikë ta humbiste, thjesht u pajtua dhe ndryshoi temë. Javët u shndërruan në muaj dhe Marina e gjeti veten gjithnjë e më të përfshirë me Ardianin, por edhe gjithnjë e më vetëm. Ajo dinte gjithçka për apartamentin e tij, për pikturat që ai koleksiononte, për markën e verës që ai preferonte, për mënyrën se si flinte kur ishte shumë i lodhur. Por nuk dinte asgjë për jetën e tij jashtë asaj hapësire. Nuk dinte kush ishin miqtë e tij, nëse kishte familje, nëse kishte dashuruar dikë më parë. Ardiani ishte një libër me faqe që mungonin dhe Marina po lexonte vetëm kapitujt që ai lejonte. Një natë, pas takimit të 10, Marina ishte shtrirë pranë tij, duke parë tavanin e shtrenjtë dhe jo personal të dhomës. U ndje e zbrazët, sikur të kishte dhënë gjithçka nga vetja dhe të mos kishte marrë asgjë në këmbim. Ardian, përshpëriti ajo, ndjen diçka për mua? Ai u kthye nga ajo, me një shprehje që ajo nuk arriti ta deshifronte. Sigurisht që ndjej, Marina. Ti je e veçantë. Por ai nuk tha çfarë. Nuk tha si. Nuk tha se e donte. Dhe Marina e kuptoi në atë moment se ndoshta nuk do ta thoshte kurrë. Ajo filloi të pyeste veten. Mos vallë po përdorej? Mos vallë Ardiani e shihte tek ajo vetëm një shoqëri të përshtatshme, dikë që ishte gjithmonë e disponueshme kur ai kishte nevojë? Dyshimi filloi ta gërryente për brenda, por ajo nuk kishte guxim ta përballonte vërtet. Kishte frikë nga përgjigja. Kishte frikë se, duke kërkuar qartësi, do të humbiste edhe atë pak që kishte. Takimet vazhduan. I 11, i 12, i 13. Secili e linte Marinën pak më të raskapitur, pak më të humbur. Ajo filloi të kuptonte se po bëhej një hije e vetvetes. Ndaloi së daluri me ato pak shoqe që kishte. Ndaloi së pranuari punë që kërkonin më shumë për kushtim. Jeta e saj rrotullohej rreth Ardianit, rreth kohës kur ai do të telefononte, rreth kohës kur ai do të donte ta shihte. Ajo po humbiste veten dhe e dinte këtë, por nuk arrinte të ndalonte. Ishte në takimin e 14 kur Marina pati një zbulesë. Ata ishin në apartamentin e tij, si gjithmonë, dhe Ardiani ishte në telefon, duke folur për një projekt të rëndësishëm. Marina ishte ulur në divan, duke e vëzhguar. Dhe pa pritur, e pa veten nga jashtë, sikur të ishte një spektatore e jetës së saj. Pa një grua të dashuruar, por edhe një grua të padukshme. Një grua që ishte aty, por që nuk kishte zë, nuk kishte hapësirë, nuk kishte të ardhme në atë histori. Ajo kuptoi se po kënaqej me thërrime, duke pranuar minimumin sepse kishte frikë të mbetej pa asgjë. Atë natë, pasi Ardiani mbylli telefonin, ajo u përpoq edhe një herë. Ardian, duhet të flasim. Për ne. Për atë që kjo do të thotë. Ai pshërtiu, sikur të ishte i lodhur. Marina, ti po e egzageron. Jemi mirë. Pse duhet të vësh etiketa gjithçkaje? Ajo ndjeu lotët t'i ngjiteshin, por i mbajti. Nuk janë etiketa, Ardian. Është respekt. Është të dish se ku jam në jetën tënde. Ai nuk u përgjigj. Thjesht u ngrit dhe shkoi në kuzhinë të merrte më shumë verë. Marina mbeti aty vetëm në divan, duke kuptuar se përgjigja e saj ishte dhënë tashmë nga heshtja e tij. Nata e 15 erdhi. Marina shkoi në apartamentin e Ardianit pa pritshmëri. Ajo tashmë e dinte se si do të përfundonte. Ai ishte i dashur, por në një mënyrë mekanike, sikur të ishte duke përmbushur një skenar. Ata bën dashuri, por Marina nuk ndjeu pasion. Ndjeu vetëm një trishtim të thellë, një zi për atë që mund të kishte qenë dhe nuk ishte kurrë. E shtrirë pranë tij, ndërsa Ardiani flinte, ajo pa tavanin për herë të fundit dhe kuptoi, ajo nuk ishte gruaja në atë histori. Ishte vetëm një interval në jetën e tij. Një pauzë mes mbledhjeve, mes angazhimeve, mes gjërave më të rëndësishme. Mëngjesin tjetër, Marina u zgjua e vendosur. U vesh në heshtje, ndërsa Ardiani ende flinte. Para se të dilte, e shikoi për herë të fundit. Ndjeu një therrje në gjoks, por edhe një siguri, ajo meritonte më shumë. Meritonte dikë që ta shihte vërtet, që ta zgjidhte, që të ndërtonte me të. Dhe Ardiani nuk do të ishte kurrë ai burr. Ajo doli nga apartamenti pa bërë zhurmë. Zbriti me ashensor, kaloi hallin luksos dhe kur shkeli në trotuar, ndjeu ajrin e freskët të mëngjesit t'i mbushte mushkëri. Ishte sikur po merrte frymë vërtet për herë të parë pas disa muajsh.
Marina nuk e dinte ende se çfarë do të bënte, por e dinte se nuk do të kthehej. Nuk do të kthehej në atë apartament, në atë cikël, në atë version të vogël të vetvetes. Në ditët në vijim, Ardiani u përpoq të kontaktonte. Telefonoi disa herë. Dërgoi mesazhe. Marina i lexoi të gjitha, por nuk ju përgjigj asnjërs. Ajo kishte nevojë për atë heshtje për të rigjetur veten, për të shëruar plagët që ajo vetë kishte lejuar të hapeshin. Ishte e vështirë. Kishte net kur gati u dorëzua, gati telefonoi përsëri, gati besoi se ndoshta, këtë herë, gjërat mund të ishin ndryshe. Por pastaj kujtonte zbrazëtin që ndjente pranë tij, vetmin që e shoqëronte edhe kur ishin bashkë, dhe dëshira kalonte. Marina filloi të shkruante. Në fillim, ishte vetëm një mënyrë për të organizuar mendimet, për të nxjerrë jashtë gjithçka që po ndjente. Ajo shkroi për takimet, për premtimet e pambajtura, për shenjat që injoroi sepse donte të besonte se dashuria mund të transformonte gjithçka. Shkroi për dhimbjen e të qenit e parë vetëm për gjysmë, e të qenit e dëshiruar por jo e dashur, e të qenit e pranishme por jo e zgjedhur. Dhe sa më shumë shkruante, aq më shumë kuptonte se ajo histori nuk ishte vetëm e saj. Ishte e shumë grave. Grave që humbisnin veten duke u përpjekur të ishin të mjaftueshme për burra që nuk do të ishin kur gati t'i donin vërtet. Ajo mblodhi 15 objekte. Gjëra të vogla që ruante nga takimet me Ardianin. Një lule e tharë që aia kishte dhënë në takimin e dytë. Një kopës këmish që i ra në divan natën e 4. Një shënim i shkruar me dorë me një frazë çfarëdo që ai tha dhe që ajo, me naivitet, e ruajti sikur të ishte një deklaratë. Një byzylyk që u këput gjatë një momenti intimiteti. Një tap vere nga një prej shisheve të shumta që ndan. Çdo objekt ishte një kujtim, një fragment i një historie që nuk u kompletua kurrë. Marina i vendosi të gjitha në një kuti. Dhe në qendër, shkroi një letër. Nuk ishte një letër zemërimi. Nuk ishte një letër akuzash. Ishte thjesht e vërteta. E vërteta për atë që ajo ndjeu, për atë që priti, për atë që nuk mori kurrë. Ajo shkroi për 15 netët, për mënyrën se si secila prej tyre e la pak më të zbrazët, pak më larg vetes. Dhe e mbylli duke thënë se nuk po e dërgonte atë kuti për ta lënduar, por për ta çliruar veten. Për të mbyllur një cikël që duhej mbyllur. Ajo zbuloi, përmes një kërkimi të shpejtë në internet, se Ardiani do të nderohej në një event të rëndësishëm. Një ceremoni ku ai do të merrte çmimin e biznesmenit të vitit. Marina buzëqeshi me ironi. Biznesmeni i vitit. Njeri i suksesshëm. I admiruar. I duar trokitur. Por ajo njihte anën tjetër. Anën që përdorte njerëzit dhe pastaj i hidhte. Anën që nuk kishte mësuar kur të donte vërtet. Marina e dërgoi kutinë në zyrën e tij, me udhëzime që t'i dorëzoi ditën e eventit. Ajo nuk donte hakmarrje. Nuk donte ta shkatëronte. Donte thjesht që ai ta dinte. Që ai të kuptonte se veprimet kanë pasoja, se njerëzit nuk janë të hedhshëm, se edhe njeriu më i fuqishëm mund të humbas diçka të vlefshme kur e trajton dashurinë me shpërfillje. Pasi dërgoi kutinë, Marina ndjeu një peshë t'i hiqej nga supet. Ajo nuk priste asgjë në këmbim. Nuk priste që Ardiani të ndryshonte apo të vinte pas saj duke i kërkuar falje. Ajo e bëri atë për veten e saj, si një mënyrë për të mbyllur atë kapitull dhe për të filluar një tjetër. Dhe kështu, ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë, Marina pa nga dritarja e garsonierës së saj dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh, shpresë. Shpresë se do të vinin ditë më të mira. Se do ta gjente veten përsëri. Se një ditë do të gjente dikë që do ta donte vërtet, dikë që do ta shihte të plot dhe jo vetëm pjesët që i leverdisnin. Sepse Marina kishte mësuar diçka të rëndësishme, dashuria për veten nuk është egoizëm. Është mbijetesë. Dhe ajo, më në fund, po zgjidhte të mbijetonte. Nata e eventit erdhi si të gjitha netët e tjera të rëndësishme në jetën e Ardje në Gasit, me pompozitet, organizim të përsosur dhe pritshmërinë e një tjetër njohjeje publike. Ai ishte mësuar me këto momente. Gjatë 10 viteve të fundit, kishte ndërtuar një perandori në sektorin e ndërtimit, duke ngritur godina që ndryshonin peizazhin e Tiranës, duke mbyllur kontrata milionere, duke qenë në kopertinat e revistave të biznesit. Ardiani dinte si të sillej në këto ambiente. Dinte të buzëqeshte në kohën e duhur, të shtrëngonte duart e duhura, të thoshte fjalët që njerëzit prisnin të dëgjonin.
Ishte një njeri që zotëronte artin e të qenit i admiruar. Eventi mbahej në një hotel me 5 yje në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Salla ishte plot me biznesmen, politikan, gazetar dhe personalitete me ndikim. Të gjithë të veshur pa të meta, të gjithë aty për të festuar më të mirët e vitit në kategori të ndryshme. Ardiani do të nderojë si biznesmeni i vitit, një titull që ai e merrte me krenari, por edhe me një farë indiference. Në fund të fundit, ai kishte arritur aq shumë sa një çmim tjetër duke i thjesht një detaj më shumë në trajektoren e tij. Ai arriti herët, si gjithmonë. I pëlqente të ishte në kontroll, të dinte saktësisht se si do të funksiononin gjërat. Shkoi direkt në dhomën e përgatitjes të rezervuar për të nderuarit, një hapësirë e gjerë dhe e dekoruar mirë, ku mund të përgatitej para se të ngjitej në skenë. Kishte lule, një shishe shampanjë të ftohtë, një pasqyrë të madhe ku mund të rregullonte kostumin. Gjithçka e menduar për t'i bërë të nderuarit të ndiheshin të veçantë. Ardiani ishte vetëm në dhomë kur dera u hap dhe një punonjës i hotelit hyri duke mbajtur një kuti. Më falni që ju shqetësoj, zoti Gashi, tha djali, por kjo erdhi për ju pak më parë. Thanë se ishte urgjente. Ardiani rrudhi vetullat. Nuk priste asgjë. Mori kutin nga duart e punonjësit, e falenderoi dhe priti që ai të dilte. Kur mbeti përsëri vetëm, pa paketimin. Ishte i thjesht, diskret, pa dërgues. Mendoj se ishte një tjetër dhuratë korporative, ndoshta nga ndonjë furnitor apo partner biznesi që donte ta uronte për arritjen. Hapi kutin pa shumë ceremoni. Por sapo pa përmbajtjen, i gjithë trupi ju ngurtësua. Brenda kishte objekte që i njohu menjëherë. Një lule e tharë. Një kopës këmish. Një shënim me shkrimin e tij. Një byzylyk i këputur. Një tavë vere. Dhe sende të tjera të vogla që, për këdo tjetër, nuk do të kishin asnjë kuptim. Por për Ardianin, secili prej tyre ishte një kujtim specifik, një fragment i momenteve që kishte ndarë me Marinën. Në qendër të kutisë kishte një letër. Ardiani e mori me duart që i dridheshin lehtë. Shpalosi letrën dhe filloi të lexonte. Shkrimi ishte delikat, por i prerë. Fjalët ishin të qeta, por të ngarkuara me një të vërtetë që ai nuk ishte i përgatitur ta përballonte. Ardian fillonte letra, e dërgoi këtë kuti jo për të lënduar, por për të çliruar veten. Për muaj me radhë, besova se ajo që kishim ishte fillimi i diçkaje të vërtetë. Besova se netët që kaluam bashk kishin për ty të njëjtin kuptim që kishin për mua. Besova se isha e rëndësishme në jetën tënde. Por e kuptova, shumë vonë, se nuk kam qenë kurrë më shumë se një lehtësi. Një interval. Dikush që ishte aty kur ti kishe nevojë, por që zhdukej nga mendja jote sapo unë dilja nga dera. Ardiani ndaloi së lexuari për një moment. Ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, diçka që nuk dinte ta emërtonte. Vazhdoi. Çdo objekt në këtë kuti përfaqëson një natë në të cilën unë u dorëzova plotësisht, duke pritur që ti të bëje të njëjtën gjë. Por ti nuk u dorëzove kurrë, Ardian. Më mbajte në një distancë të sigurt, ku unë mund të shërbeja pa të shqetësuar, pa kërkuar më shumë se sa ishe i gatshëm të jepje. Dhe unë e pranova këtë. E pranova sepse kisha frikë të humbisja edhe atë pak që kisha. Por sot e kuptoj se të humbasësh atë që nuk ka qenë kurrë e jotja nuk është humbje. Është çlirim. Nuk të fajsoj që nuk më doje. Askush nuk është i detyruar të dojë dikë. Por të fajsoj që nuk ishe i sinqertë. Që më le të besoja se kishte një të ardhme, kur në të vërtetë, për ty, unë isha vetëm e tashme. Një e tashme e hedhshme. E dërgoj këtë që ti ta dish se zgjedhjet e tua kanë pasoja. Se njerëzit që ti përdor nuk janë objekte. Se ka një çmim për të paguar kur e trajtojmë dashurinë me shpërfillje. Nuk pres që ti të ndryshosh. Nuk pres që ti të më kërkosh. Pres vetëm që një ditë të kuptosh se çfarë ke humbur. Dhe që, ndoshta, të mësosh ta vlerësosh dikë para se të jetë tepër vonë. Lam të mirë, Ardian. Kujdesu për veten. Marina. Ardiani mbaroi së lexuari letrën dhe mbeti pa lëvizur duke mbajtur letrën në duar. Ai nuk dinte çfarë të bënte. Nuk dinte çfarë të ndjente. Një pjesë e tij donte ta hidhte gjithçka në plehra, ta injoronte, të vazhdonte përpara siç bënte gjithmonë. Por një pjesë tjetër, një pjesë që ai nuk e njihte mirë, ishte e tronditur. Ai pa përsëri objektet në kuti.
Se cili prej tyre sillte një kujtim. Dhe ai e kuptoi me një qartësi të bezdishme se Marina kishte dhënë shumë më tepër se sa ai kishte kthyer ndonjëherë. Dëgjoi një trokitje në derë. Zoti Gashi, fillojmë për 10 minuta, tha një zë nga ana tjetër. Ardiani e futi letrën në xhepin e xhaketës, mbylli kutinë dhe e vendosi në një cep të dhomës. U pa në pasqyrë, rregulloi kravatën, mori frym thellë. Duhej të mblidhte veten. Kishte një rol për të luajtur. Nuk mund të lejonte që ajo gjë ta prekte tani. Unë gjit në skenë si që ishte planifikuar. Mori çmimin në nduar trokitje entuziaste. Mbajti një fjalim duke falënderuar partnerët, punonisit, të gjithë ata që kontribuan në suksesin e kompanisë. Buzëqeshi për kamerat, shtrëngoi duar, pozoi për foto. Nga jashtë, ishte Ardiani i zakonshëm, i sigurt, elokuent, në kontroll. Por për brenda, diçka ishte thyer. Fjalët e Marinës i bënin një hon në kokë, duke u përzier me duar trokitjet, me komplimentet, me gjithë atë shfaqje. Kur eventi mbaroi dhe ai më në fund arriti të dilte, Ardiani shkoi direkt në makinë. E liroi shoferin dhe i dha makinës vetë deri në apartament. Kishte nevojë të ishte vetëm, larg njerëzve, larg buzëqeshjeve false dhe bisedave të kota. Kur arriti në shtëpi, hodhi xhaketën në divan, nxori letrën nga xhepi dhe e lexoi përsëri. Dhe përsëri. Dhe përsëri. Çdo lexim sillte një shtresë të re shqetësimi, një peshë të re në gjoks. Ardiani u përpoq të kontaktonte me Marinën. Telefonoi në numrin e saj disa herë, por të gjitha thirrjet shkonin direkt në sekretarinë telefonike. Dërgoi mesazhe, por ato nuk dorëzoheshin. Ai e kuptoi se ajo kishte ndryshuar numrin. U përpoq ta kërkonte në rrjetet sociale, por profilet e saj ishin çaktivizuar. Marina ishte zhdukur plotësisht, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Dhe për herë të parë në jetë, Ardiani nuk kishte kontroll mbi situatën. Ai nuk mund ta zgjidhte atë me para, me ndikim, me sharm. Ajo thjesht kishte dalë nga jeta e tij dhe nuk kishte asgjë që ai mund të bënte. Ditët në vijim ishin të vështira. Ardiani përpiqej të përqendrohej në punë, por mendja i kthehej vazhdimisht te Marina. E gjente veten duke kujtuar momente që në atë kohë dukeshin të parëndësishme, por që tani merrnin një kuptim të ri. Kujtonte se si ajo e shikonte kur bisedonin, me atë vëmendje të sinqertë që ai rrallë e merrte nga njerëz të tjerë. Kujtonte se si ajo qeshte me shakat e tij, se si e dëgjonte të fliste për projektet me interes të vërtetë. Marina nuk ishte e interesuar për paratë e tij, për statusin, për pamjen. Ajo ishte e interesuar për të. Për personin që ai ishte kur nuk kishte nevojë të performonte për botën. Dhe ai e kishte hedhur gjithë këtë poshtë. E kishte trajtuar diçka të vlefshme sikur të ishte e hedhshme. Kishte pasur në duar diçka të rrallë dhe nuk kishte ditur ta vlerësonte. Ndërgjegjësimi për këtë filloi ta konsumonte në një mënyrë që ai nuk e priste. Ardiani kishte qenë gjithmonë një njeri pragmatik, dikush që nuk lidhej pas ndjenjave, që vazhdonte përpara pa parë prapa. Por tani, për herë të parë, ai ishte i bllokuar. I bllokuar në një të kaluar që nuk mund ta ndryshonte më. U përpoq të shpërqendrohej me gra të tjera. Doli me disa, fjeti me të tjera. Por asgjë nuk dukej reale. Të gjitha dukeshin si kopje të këqija të diçkaje që ai kishte humbur. Ato qeshnin me shakat e tij, por qeshja ishte mekanike. Ato e dëgjonin, por nuk e kuptonin. Ato donin të ishin me të, por vetëm për atë që ai përfaqësonte, sukses, para, status. Asnjëra prej tyre nuk e shite siç e shite Marina. Si një person të zakonshëm, me të meta, me frikëra, me humanizëm. Ardiani filloi të pinte më shumë. Jo në mënyrë skandaloze, por mjaftueshëm për të ndier një mpirje që e ndihmonte të flinte. Filloi të mungonte në angazhime, diçka e rrallë për të. Anuloi mbledhje të rëndësishme, shtyu vendime që duheshin marrë. Sekretarja e tij e vuri re ndryshimin, por nuk guxoi të pyeste. Partnerët filluan të shqetësoheshin, por Ardiani i qetësonte duke thënë se ishte thjesht i lodhur, se kishte nevojë për pak kohë. Por e vërteta ishte më e thellë. Ardiani po shkërmoqej për brenda dhe nuk dinte si të ndalonte. Ndërkohë, Marina por i ndërtonte jetën e saj. Pasi dërgoi kutinë, u ndje e çliruar, sikur më në fund të kishte mbyllur një derë që duhej të ishte mbyllur prej muajsh.
Ajo ju rikthye pranimit të punëve të përkthimit, u zhyt në projekte që i kishte lënë pas dore, u rilidh me shoqet që i kishte lënë më njanë. Por shkrimi vazhdoi të ishte forma e saj kryesore e shërimit. Ajo shkruante çdo ditë, duke e shndërruar dhimbjen në fjalë, konfuzionin në qartësi. Ajo që filloi si një ditar personal, po shndërrohej në diçka më të madhe. Marina e kuptoi se historia e saj nuk ishte unike. Duke biseduar me shoqet, duke lexuar rrëfimet e grave të tjera, ajo kuptoi se shumë kalonin të njëjtën situatë. Gra që humbisnin veten në marrëdhënie ku nuk vlerësoheshin. Gra që jepnin gjithçka nga vetja për burra që jepnin vetëm thërrime në këmbim. Gra që besonin se të doje do të thoshte të pranoje më pak se sa meritoje. Marina vendosi t'i shndërronte shkrimet e saj në një libër. Jo një libër vetëndihme, por një rrëfim të sinqert për përvojën e saj. Ajo tregoi historinë e një gruaje që u dashurua me një burr që nuk ishte kur vërtet i disponueshëm. Tregoi për 15 netët, për shenjat që injoroi, për dhimbjen e të qenit e parë vetëm për gjysmë. Por tregoi edhe për çlirimin, për guximin për të dalë, për forcën për të zgjedhur veten. Ajo e dërgoi dorëshkrimin në disa shtëpi botuese. Shumica e refuzuan, duke thënë se tregu ishte i ngopur me histori për marrëdhënie. Por një shtëpi e vogël botuese e pavarur u interesua. Shtëpia botuese drejtohej nga një grua e quajtur Juliana, e cila lexoi dorëshkrimin e Marinës dhe u identifikua thellësisht. Juliana e kontaktoi dhe caktoi një takim. Ato u takuan në një kafene pranë liçenit artificial. Juliana ishte një grua rreth të 40-tave, me flokë të thinjur, sy të butë dhe një buzëqeshje mikpritëse. Marina, historia jote është e fuqishme, tha Juliana sapo u ulën. Ajo është reale, e papërpunuar, dhe mendoj se shumë gra do të identifikohen me të. Do të doja ta botoja. Marina ndjeu një emocion të madh. Faleminderit, tha ajo, me zërin që i dridhej. Kjo do të thotë shumë për mua. Juliana vazhdoi. Por duhet të jem e sinqert me ty, tregu botues është i vështirë, veçanërisht për autoret debutuese. Do të na duhet të punojmë shumë në promovim, për ta bërë këtë libër të arrijë te njerëzit e duhur. Dhe ka edhe diçka tjetër. Juliana hezitoi për një moment para se të vazhdonte. Do të doja shumë që ti të ndryshoje fundin. Që protagonistja t'i jepte një shans të dytë burrit. Lexuesve u pëlqejnë fundet e lumtura, pajtimi. Mendoj se do të shitej më shumë. Marina ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Ajo e shikoi Julianën dhe, me vendosmëri, u përgjigj. Juliana, e kuptoj shqetësimin tregtar. Por nuk mund ta ndryshoj fundin. Nuk dua t'u mësoj grave të kthehen në situata që i lëndojnë. Nuk dua ta romantizoj dhimbjen. Dua që ato të kuptojnë se është në rregull të largohesh, të zgjedhësh veten, të mos pranosh thërrime. Nëse e ndryshoj fundin, do të tradhtoja mesazhin më të rëndësishëm të librit. Juliana mbeti në heshtje për disa sekonda, pastaj buzëqeshi. Ke të drejtë. Do ta mbajmë fundin siç është. Libri është i yti, Marina. Ai duhet të pasqyrojë të vërtetën tënde. Në muajt në vijim, Marina punoi së bashku me shtëpinë botuese në redaktimin dhe përgatitjen e librit. Ishte një proces intensiv, por shpërblyes. Ajo rishikoi çdo fjali, duke u siguruar që gjithçka ishte saktësisht siç donte. Kur më në fund libri u botua, Marina nuk priste jehon të madhe. Ishte një shtëpi botuese e vogël, me burime të kufizuara. Por ndodhi diçka e papritur. Libri filloi të qarkullonte mes grupeve të grave. Dikush e bleu, e lexoi dhe ua rekomandoi shoqeve. Këto shoqe ua rekomanduan të tjerave. Fjala u përhap ngadalë, por në mënyrë të vazhdueshme. Gratë filluan t'i dërgonin mesazhe Marinës në rrjetet sociale, të cilat ajo i kishte riaktivizuar vetëm për të promovuar punën. Ato tregonin historitë e tyre, e falenderonin që kishte vënë në fjalë atë që ato ndjenin, thoshin se libri i kishte ndihmuar të merrnin vendime të vështira. Marina u ftua të merrte pjesë në bashkëbisedime në biblioteka, qendra kulturore, grupe mbështetëse. Në fillim, ajo kishte frikë të fliste në publik, të ekspozonte historinë e saj në mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Por kur pa ndikimin që shkaktonin fjalët e saj, kur pa gra duke qarë, duke u hapur, duke e njohur veten në rrëfim, ajo kuptoi se kjo ishte më e madhe se ajo. Se dhimbja e saj kishte gjetur një qëllim.
Në një nga këto bashkëbisedime në një qendër komunitare në periferi të Tiranës, Marina po tregonte për procesin e shkrimit të librit kur një grua ngriti dorën. Ajo ishte rreth të 30-tave, me sy të kuq nga të qara. Me zërin që i dridhej, ajo tha, historia jote më shpëtoi. Isha në një marrëdhënie të ngjashme. Jepja gjithçka dhe nuk merrja asgjë. Mendoja se problemi isha unë, se nuk isha e mjaftueshme. Por kur lexova librin tënd, kuptova se problemi nuk isha unë. Ishte ai. Dhe unë u largova. Dhe por i filloj. Dhe doja të falenderoja për këtë. Marina ndjeu sytë tim mbusheshin me lodh. Ajo u ngrit dhe e përqafoi gruan. Në atë moment, kuptoj se e gjithë dhimbja, i gjithë konfuzioni, i gjithë vuajtja kishin vlejtur. Sepse tani, ajo nuk po shëronte vetëm veten. Po ndihmonte edhe gratë të tjera të shëroheshin. Ndërsa Marina lulëzonte, Ardiani vazhdonte trajektoren e tij rënëse. Ai funksiononte në pilot automatik, duke bërë minimumin e nevojshëm për të mbajtur bizneset në lëvizje, por pa zjarrin e zakonshëm. Ai nuk flinte mirë. Zgjoi në mes të natës duke menduar për Marinën, për gjërat që mund të kishte bërë ndryshe, për mundësitë që humbi. Përpiqej ta binte veten se ishte thjesht krenari e lënduar, se do t'i kalonte shpejt. Por nuk i kalonte. Përkundrazi, vetëm përkeqësoi. Ai u përpoq ta gjente. Punsoi një hetues privat për ta lokalizuar, por kur njeriu u kthye me informacionet, Ardiani nuk diti çfarë të bënte me to. E dinte ku jetonte Marina, e dinte se kishte shkruar një libër, e dinte se po jepte leksione. Por çfarë do të bënte me këtë? Të shfaqej në shtëpinë e saj duke i kërkuar falje? Ajo nuk donte ta shihte. E kishte lënë shumë të qartë. Dhe për herë të parë, Ardiani respektoi zgjedhjen e dikujt, edhe pse kjo e shkatëronte për brenda. Një natë, vetëm në apartament, Ardiani mori kutinë që Marina i kishte dërguar. Ai e kishte ruajtur në dollap, por her pas here e nxirrte dhe shikonte objektet. Secili prej tyre ishte një akuzë e heshtur. Secili prej tyre i kujtonte se sa egoist kishte qenë, se sa kishte shpërdoruar. Ai mori lulen e tharë dhe e mbajti me kujdes. Kujtoi ditën kur ia dha Marinës në takimin e tyre të dy. Ajo kishte buzëqeshur me aq entuziazëm, sikur të ishte gjëja më e bukur në botë. Dhe ishte. Sepse vinte prej tij. Sepse, në atë moment, ai kishte menduar për të. Ardiani e kuptoi se nuk kishte menduar kur vërtet për Marinën siç duhej. Ai mendonte për të kur donte shoqëri, kur kishte nevojë për dikë. Por nuk mendoi kur se çfarë i nevojitej asaj, se çfarë ndjente ajo, se çfarë meritonte ajo. Ai e përdori. Jo me qëllim, ndoshta. Por e përdori. Dhe tani po paguante çmimin. Ai u përpoq të shkruante një letër. E filloi disa herë, por nuk arrinte kur ta mbaronte. Çfarë do të thoshte? Më fal? Më fal nuk ishte e mjaftueshme. Të dua? E donte? Apo thjesht i mungonte të shihej në mënyrën si e shite ajo? Ardiani nuk kishte përgjigje. Për herë të parë në jetë, ai ishte i humbur, pa ditur çfarë të bënte, pa pasur kontroll mbi asgjë. Dhe ndërsa ai zhytej në pendim, Marina vazhdonte të ngjitej. Libri i saj filloi të tërhiqte vëmendjen e mediave më të mëdha. Një revistë për gra e intervistoi. Një podcast për marrëdhëniet e ftoi të merrte pjesë. Shitjet u rritën dhe shtëpia botuese vendosi të bënte një ribotim. Marina po bëhej një zë i rëndësishëm për gratë që kishin nevojë të dëgjonin se ishte në rregull të largohesh, të rifillosh, të zgjedhësh veten. Ajo nuk e bënte këtë për hakmarrje. Nuk e bënte këtë për të lënduar Ardianin. E bënte sepse kishte gjetur një qëllim. E kishte shndërruar dhimbjen e saj në diçka që mund të ndihmonte njerëz të tjerë. Dhe kjo, më shumë se çdo marrëdhënie, e bënte të ndihej e plotë. Koha vazhdonte të kalonte dhe rrugët e Marinës dhe Ardianit, që një ditë u kryqëzuan në mënyrë kaq intensive, tani ecnin paralele, pa u takuar më kurrë. Të paktën, kjo ishte ajo që besonin të dy. 6 muaj kishin kaluar që kur Marina i dërgoi kutinë Ardianit. 6 muaj në të cilët jetët e tyre morën drejtime krejtësisht të kundërta, si dy trena që, pasi ecin së bashku për një moment të shkurtër, tani vazhdonin në drejtime të kundërta, pa shans për t'u takuar përsëri.
Të paktën kjo ishte ajo që besonte Marina kur zgjohej çdo mëngjes, shikonte nga dritarja dhe shihte diellin të lindte mbi Tiranë, duke sjellë me vete premtimin e një dite të re, të një mundësie të re për të qenë ajo që ishte vërtet. Libri i Marinës ishte bërë një fenomen i vogël. Nuk ishte një bestseller kombëtar, nuk ishte në vitrinat e librarive të mëdha, por kishte gjetur publikun e tij. Një publik besnik, me gra që e shihnin veten në atë histori, që njihnin dhimbjet dhe shpresat e tyre në faqet e shkruara nga Marina. Rrjetet e saj sociale, që më parë ishin praktikisht jo aktive, tani ishin plot me mesazhe falënderimi, me rrëfime të grave që kishin gjetur guximin të dilnin nga marrëdhënie toksike pasi kishin lexuar librin. Çdo mesazh ishte një kujtesë se dhimbja e saj kishte shërbyer për diçka më të madhe, diçka që të i kalonte historinë e saj. Marina ishte ndryshe. Jo vetëm nga jashtë, megjithse kishte ndryshuar edhe në këtë aspekt. Ajo kishte prerë flokët, duke i lënë më të shkurtër, në një stil që e bënte të ndihej më e lehtë, më e lirë. Kishte filluar të vishej ndryshe, me ngjyra më të gjalla, rroba që shprehnin kush ishte ajo dhe jo kush mendonte se duhej të ishte për t'i pëlqyer dikujt. Por ndryshimi më i thellë ishte i brendshëm. Marina kishte rigjetur diçka që kishte humbur gjatë atyre muajve me Ardianin, zërin e saj. Ajo ju rikthye të pasurit opinione të forta, mbrojtjes së pikpamjeve të saj, mosvogëlimit të vetes për t'u përshtatur në hapësirat që të tjerët i ofronin. Ajo poftohej gjithnjë e më shumë në evente. Leksione në universitete, pjesëmarrje në podcaste, bashkëbisedime në librari. Në fillim, Marina bëhej nervoze para çdo prezantimi, me frikën se nuk do të dinte çfarë të thoshte, se do të zhgënjente njerëzit që prisnin aq shumë prej saj. Por me kalimin e kohës, fitoi besim. Zbuloi se kishte një aftësi të natyrshme për të folur, për të lidhur me njerëzit, për ta shndërruar përvojën e saj personale në diçka universale që prekte zemrat. Ishte në një nga këto leksione, në një qendër kulturore në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit, kur Marina njohu Besartën. Besarta ishte një grua rreth të 50-tave, terapiste e specializuar në marrëdhënie abuzive, e cila ndoqi leksionin e Marinës dhe u prek thellësisht. Pas eventit, ajo ju afrua Marinës dhe i kërkoi të bisedonin. Ato shkuan në një kafene aty pranë dhe kaluan orë të tëra duke biseduar për marrëdhëniet, për modelet që përsëriten, për mënyrën se si gratë mësohen që në moshë të re të anulohen në emër të dashurisë. Besarta bëri një propozim. Marina, unë punoj me grupe mbështetëse për gratë që po dalin nga marrëdhënie të vështira. Libri yt ka ndihmuar shumë prej tyre. Do të doja të ftoja të marrësh pjesë në disa nga seancat tona. Jo si ligjëruese, por si dikush që mund të ndaj përvojën e saj në mënyrë më intime, më të afërt. Mendoj se prania jote mund të bënte një ndryshim të madh. Marina pranoi pa hezituar. Në javët në vijim, ajo filloi të frekuentonte grupet mbështetëse të koordinuara nga Besarta. Ishin takime javore në një dhomë mikpritëse të një klinike në lagjen komuna e Parisit, ku rreth 10 deri në 15 gra mblidheshin për të folur për përvojat e tyre, dhimbjet e tyre, përpjekjet e tyre për rindërtim. Marina dëgjonte çdo histori me vëmendje, duke njohur në secilën prej tyre pjesë të rrugëtimit të saj. Dhe kur ndante përvojën e saj, e bënte këtë pa gjykime, pa receta të gatshme, thjesht duke ofruar të vërtetën e saj si një pasqyrë ku gratë e tjera mund të shihnin veten të pasqyruar. Ishte në një nga këto seanca kur Marina dëgjoi historinë e Artës. Arta ishte 28 vjeç, avokate, dhe kishte 5 vjet në një lidhje me një burr që e trajtonte shumë ngjashëm me mënyrën se si Ardiani e trajtonte Marinën. Ai e kërkonte kuri. Leverdiste, nuk e merrte kurrë përsipër lidhjen publikisht, nuk fliste kurrë për të ardhmen, por gjithmonë kthehej me premtime boshe që Arta, e dëshpëruar për të besuar, i pranonte. Ndërsa Arta fliste, Marina shihte veten muaj më parë. Shihte të njëjtën ankth, të njëjtën shpresë të kotë, të njëjtën vështirësi për të dalë nga një situatë që qartësisht e lëndonte. Kur Arta mbaroi së foluri, po qante. E di që duhet të largohem, tha ajo mes lotësh. E di që ai nuk do të ndryshoj kurrë. Por kam kaq frikë të mbetem vetëm. Kam frikë se nuk do të gjej më kurrë askën. Kam frikë se, nëse largohem, ai do të gjejë dikë tjetër dhe do t'i jap asaj gjithçka që nuk ma dha kurrë mua. Dhe kjo do të thotë se problemi kam qenë gjithmonë unë. Marina i mbajti dorën Artës. Ajo kuptoi çdo fjalë, çdo frikë, çdo dyshim. Dhe pastaj, me zë të prerë por të butë, u përgjigj. Arta, e kuptoj frikën tënde. Kam ndjerë saktësisht të njëjtën gjë.
por duhet të them diçka që e mësova në mënyrën më të vështirë. Vetmia me një person tjetër është shumë më e keqe se vetmia vetëm. Kur je vetëm, të paktën mund të jesh e plodh. Mund të jesh vetvetja pa pasur nevojë të zvogëlohesh, pa pasur nevojë të lutesh për thërrime afeksioni. Dhe përsa i përket gjetjes së dikujt tjetër dhe dhënies së asaj që nuk ta dha kur ty, kjo nuk do të thotë se problemi ishe ti, do të thotë vetëm se ai nuk ishte gati kur ishte me ty dhe kjo nuk është faji yt. Fjalët e Marinës bën jehon në përdhom. Gratë të tjera tundën kokën duke rënë dakord. Disa qanin. Arta i shtrëngoi dorën Marinës dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, dukej se kishte gjetur pak paqe. Në atë moment, Marina kuptoi se ky ishte qëllimi i saj. Jo vetëm të shkruante për përvojën e saj, por të ishte e pranishme për gratë e tjera që kishin nevojë të dëgjonin se nuk ishin vetëm, se nuk ishin të çmendura, se meritonin më shumë. Ndërsa Marina lulëzonte në rolin e saj të ri, Ardiani vazhdonte rënjen e tij të heshtur. Ai ishte ende biznesmeni i suksesshëm në sytë e botës. Projektet e tij vazhdonin të ecnin, kompania e tij vazhdonte të ishte fitimprurse, emri i tij vazhdonte të respektohej. Por për brenda, Ardiani ishte i zbrazët. Ai funksiononte në automatik, duke shkuar nga mbledhja në mbledhje, duke nënshkruar kontrata, duke marrë vendime, por pa ndier asgjë. Ishte sikur një pjesë e tij ishte fikur atë natë kur mori kutinë e Marinës. Ai u përpoq disa herë të kthehej në atë që ishte më parë. U përpoq të dilte me miq, të frekuentonte vendet që frekuentonte zakonisht, të përfshihej me gra të tjera. Por asgjë nuk funksiononte. Bisedat dukeshin boshe, vendet dukeshin pa shije, gratë dukeshin të gjitha njësoj. Ato qeshnin me shakat e tij, pajtoheshin me opinionet e tij, donin të ishin me të. Por asnjëra prej tyre nuk e shite. Asnjëra prej tyre nuk interesohej se kush ishte ai në të vërtetë. Dhe Ardiani, për herë të parë, e kuptoi se sa rëndësi kishte kjo. Ai filloi të bënte terapi. Ishte një sugjerim i partnerit të tij më të afërt, Marcelit, i cili kishte vënë re ndryshimet të Ardiani dhe ishte i shqetësuar. Ardian, ti nuk je mirë, tha Marceli gjatë një dreke. Nuk e di çfarë ka ndodhur, por je ndryshe. I largët. Mendoj se duhet të flasësh me dikë. Ardiani rezistoi në fillim. Terapia ishte për njerëz të dobët, për njerëz që nuk arrinin t'i zgjidhnin problemet e tyre vetë. Të paktën kjo ishte ajo që ai kishte besuar gjithmonë. Por pas javësh me net pa gjumë, me mëngjese duke u zgjuar me një shtrëngim në gjoks, me një ndjenjë të vazhdueshme zbraztie, ai vendosi të provonte. Terapistja ishte një grua e quajtur Elena, rreth të 60-tave, me një shikim depërtues por mikpritës. Në seancën e parë, Ardiani u përpoq të mbante fasadën. Foli për stresin në punë, për presionin e menaxhimit të një kompanie të madhe, për mënyrën se si ndonjëherë ndihej i lodhur. Elena dëgjoi gjithçka në heshtje. Kur ai mbaroi, ajo bëri një pyetje të thjeshtë. Ardian, pse je vërtet këtu? Pyetja e kapi Ardianin në befasi. Ai mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Dhe pastaj, për herë të parë pas disa muajsh, i lejoi vetes të ishte i sinqert. Kam humbur dikë, tha ai, me zërin që i dridhej. Dikë të rëndësishëm. Dhe faji ishte i imi. E trajtova keq. Dhe tani ajo është larguar, dhe unë nuk di si ta përballoj këtë. Elena tundi kokën. Më trego për të. Dhe Ardiani tregoi. Tregoi për Marinën, për mënyrën se si u njohën, për takimet, për mënyrën se si ai nuk i lejoi kur vetes të dorëzohej vërtet. Tregoi për kutinë, për letrën, për mënyrën se si ato fjalë e përndiqnin çdo natë. Tregoi për paftësinë për të vazhduar përpara, për mënyrën se si gjithçka dukej pa kuptim që kur ajo doli nga jeta e tij. Elena bëri pyetje të sakta, por kryesisht dëgjoi. Në fund të seancës, ajo tha diçka që Ardiani nuk e priste. Ardian, ajo që ti po ndjen nuk ka të bëjë vetëm me Marinën. Ka të bëjë me vetveten. Po përballesh me herën e parë në jetë kur veprimet e tua kanë pasur pasoja emocionale reale. Ti gjithmonë ke mundur të kontrollosh gjithçka, të zgjidhësh gjithçka me para ose me ndikim. Por tani, ke humbur diçka që nuk mund ta blesh përsëri. Dhe kjo të frikson sepse të bën të kuptosh se nuk je i pathyeshëm. Se edhe ti je njeri. Dhe njerëzit mund të bëjnë gabime. Mund të lëndojnë njerëz. Dhe mund të pendohen. Fjalët e Elenës i bën jehon në kokën e Ardianit për ditë me radhë.
Ai vazhdoi terapin dhe në çdo seancë po hiqte shtresa të vetes që nuk I kishte eksploruar kurrë. Zbuloi se shumë nga sjellja e tij vinte nga një frikë e thellë për të qenë I prekshëm, për të refuzuar. Zbuloi se përdorte kontrollin si mekanizëm mbrojtës, duke I mbajtur njerëzit në një distancë të sigurt për të mos u lënduar kurrë. Dhe zbuloi se, duke bërë këtë, përfundoi duke lënduar njerëzit që I afroheshin. Sidomos Marinën. Filloi të kuptonte se ajo që ndjente për Marinën nuk ishte vetëm tërheqje apo lehtësi. Ishte diçka më e thellë. Ishte admirim. Ishte respekt. Ishte ndjesia e të qenit I parë si person, jo si një titull apo një llogari bankare. Marina e shihte me të gjitha të metat e tij dhe prapse zgjodhi të qëndronte. Derisa nuk mundi më. Derisa dhimbja e qëndrimit ishte më e madhe se frika e largimit. Ardiani u përpoq edhe një herë të kontaktonte me të. Por e dinte se nuk mund të shfaqej thjesht në jetën e saj duke kërkuar falje. Ai duhej të respektonte zgjedhjen e saj. Duhej të pranonte se disa ura, pasi digjen, nuk mund të rindërtohen. Dhe ky pranim ishte I dhimbshëm, por edhe çlirues në një farë mënyre. Një pasdite, Ardiani ishte në një librari në zonën e ish bllokut, duke kërkuar një libër biznesi që një koleg ia kishte rekomanduar. Ai kaloi pranë seksionit të jo fiksionit dhe, rastësisht, pa librin e Marinës. Zemra I rahu fort. Ai mori ekzemplarin, pa kopertinën, lexoi sinopsisin. Nuk kishte foto të saj, vetëm një tekst përshkrues për historinë. Një rrëfim për dashurinë, humbjen dhe rindërtimin. Ardiani e bleu librin, u kthye në shtëpi dhe filloi të lexonte. Ishte një nga përvojat më të vështira të jetës së tij. Në çdo faqe, ai njihte veten. Njihte situatat, fjalitë, sjelljet. Marina kishte shkruar për të, për ata, por pa zbuluar emra, pa akuza të drejtpërdrejta. Ishte thjesht e vërteta. E vërteta për mënyrën se si ajo u ndje, për atë që kaloi, për mënyrën se si gjeti forcën për t'u larguar. Dhe duke lexuar, Ardiani pa për herë të parë ndikimin real të veprimeve të tij. Pa dhimbjen që shkaktoi. Pa forcën që Marina pati duke zgjedhur veten. Ai e mbaroi librin në një natë të vetme, me sytë e kuq dhe një nyje në fyll. Dhe për herë të parë që kur gjithçka kishte mbaruar, Ardiani qau. Qau për Marinën që humbi. Qau për versionin e tij që shkaktoi atë dhimbje. Qau sepse më në fund kuptoi atë që Elena I kishte thënë, ai nuk ishte I pathyeshëm, ai ishte njeri. Dhe njerëzit bëjnë gabime. Por gjithashtu mund të mësojnë. Mund të ndryshojnë. Mund të përpiqen të jenë më të mirë. Në ditët në vijim, Ardiani kërkoi për eventet ku merrte pjesë Marina. Zbuloi se ajo do të ishte ligjëruese në një event të madh për fuqizimin e grave, që do të mbahej pas 2 javësh në një qendër konventash në periferi të Tiranës. Eventi ishte I hapur për publikun. Ardiani bleu një bilet. Nuk e dinte çfarë do të bënte atje. Nuk e dinte nëse do të kishte guxim t'i afrohej. Por duhej ta shihte. Duhej ta shihte gruan në të cilën ajo ishte shndërruar. Dita e eventit erdhi. Ardiani ishte nervoz në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ai arriti herët, u ul në një nga rreshtat e fundit, larg skenës. Auditoriumi ishte plot, kryesisht me gra, por kishte edhe disa burra. Të gjithë ishin aty për të dëgjuar leksionet për marrëdhënie të shëndetshme, për vetbesim, për rindërtim. Marina do të ishte ligjëruesja e fundit e ditës. Kur erdhi radha e saj, Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite shpejt. Marina u ngjit në skenë me një siguri që ai nuk e kishte parë kurrë tek ajo më parë. Ajo ishte e bukur, por nuk ishte vetëm pamja fizike. Ishte mënyra se si lëvizte, si shikonte publikun, si buzëqeshte. Kishte një dritë tek ajo që Ardiani nuk e mbante mend ta kishte parë kur ishin bashkë. Ose ndoshta ai nuk I kishte kushtuar kurrë vëmendje të mjaftueshme. Marina filloi të fliste. Zëri I saj ishte I prerë, I qartë, tërheqës. Ajo tregoi historinë e saj pa zbuluar detaje specifike që mund të identifikonin Ardianin, por me një sinqeritet emocional që prekte çdo person në audiencë. Foli për mënyrën se si humbi veten në një marrëdhënie ku nuk vlerësoi. Foli për shenjat që injoroi. Foli për dhimbjen e zgjimit një ditë dhe kuptimit se ishte bërë një hije e vetvetes. Dhe foli për guximin që ju desh për t'u larguar. Nuk u largova sepse ndalova së dashuruari, tha Marina, me zërin e ngarkuar me emocion.
u largova sepse fillova të doja veten. Dhe kuptova se të doja veten do të thoshte të mos pranoja më pak se sa meritoja. Do të thoshte të mos kënaqesha me thërrime. Do të thoshte të zgjidhja vetmin e përkohshme në vend të shoqërisë së zbrazët. Ishte vendimi më i vështirë që kam marrë ndonjëherë. Por ishte edhe më i rëndësishmi. Ardiani ishte ulur, i paralizuar, duke dëgjuar çdo fjalë. Dhe me çdo fjali, kuptonte më thellë se çfarë kishte humbur. Nuk ishte vetëm Marina. Ishte mundësia për të pasur diçka reale, diçka të thellë, diçka që mund t'i kishte transformuar jetën. Dhe ai e kishte hedhur gjithë këtë poshtë nga frika, nga egoizmi, nga mosgatishmëria për t'u dorëzuar vërtet. Kur Marina mbaroi leksionin, auditoriumi shpërtheu në duartrokitje. Shumë gra po qanin. Disa u ngritën në këmbë. Marina falenderoi, zbriti nga skena dhe u rrethua nga njerëz që donin të flisnin me të, ta përqafonin, ta falenderonin. Ardiani mbeti ulur, duke vëzhguar nga larg. Ai nuk kishte të drejtë të afrohej. Jo pas gjithçkaje. Por pastaj, për një moment të shkurtër, sytë e Marinës përshkuan audiencën. Dhe ajo e pa. Shikimet e tyre u takuan për një sekond që dukej se zgjati një përjetësi. Ardiani pa në sytë e saj një përzierje habie, njohjeje, por edhe diçka që ai nuk diti ta interpretonte. Nuk ishte zemërim. Nuk ishte trishtim. Ishte thjesht pranim. Marina e largoi shikimin dhe vazhdoi të bisedonte me njerëzit përreth saj. Ardiani doli nga auditoriumi para se të mbaronte eventi. Ai nuk i besonte vetes se nuk do të përpiqej t'i afrohej, dhe e dinte se nuk duhej ta bënte këtë. Jo aty, jo në atë mënyrë. Kur arriti në makinë, mbeti ulur në heshtje për një kohë të gjatë. Ai kishte parë gruan që Marina ishte bërë. Dhe ajo ishte e mrekullueshme. E fortë, e sigurt, e ndritshme. Dhe e gjithë kjo pa të. Ndoshta edhe për shkak të mosqenies më me të. Për herë të parë, Ardiani kuptoi se të duash dik nuk do të thotë ta zotërosh. Do të thotë të duash që ajo të jetë e lumtur, edhe nëse ajo lumturi nuk të përfshin ty dhe Marina ishte e lumtur. Ajo kishte gjetur një qëllim, një zë, një vend në botë. Dhe ai duhej të pranonte se ai vend nuk ishte pranë tij. Në ditët në vijim, Ardiani vazhdoi rutinën e tij, por diçka kishte ndryshuar. Ai ende ndjente mungesën e Marinës, ende pendohej thellësisht, por kishte një pranim në rritje. Ai nuk mund ta ndryshonte të kaluarën. Nuk mund ta zhbënte dhimbjen që shkaktoi. Por mund të përpiqej të ishte më i mirë që andej e tutje. Mund të mësonte nga gabimet e tij. Mund të, ndoshta, një ditë, të ishte lloji i burrit që meriton dashurinë e dikujt si Marina. Dhe Marina, nga ana e saj, vazhdoi rrugën e saj. Ajo e dinte se Ardiani ishte në event, kishte parë shikimin e tij, kishte njohur ndikimin që pati leksioni. Por nuk ndjeu nevojën të afrohej. Nuk ndjeu zemërim, as trishtim. Ndjeu vetëm paqe. Paqe sepse e dinte se kishte vazhduar përpara. Se ishte rindërtuar. Se e kishte shndërruar dhimbjen e saj në diçka të bukur, diçka që ndihmonte njerëz të tjerë. Ajo ishte e plotë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ishte e lumtur. Një lumturi që vinte nga brenda, që nuk varej nga askush tjetër. Dhe kjo, për Marinën, ishte më e vlefshme se çdo marrëdhënie mund të kishte qenë. Muajt që pasuan eventin ishin të një transformimi të heshtur për Ardianin. Ai e kishte parë Marinën në atë skenë, rrezatuese, e plotë, duke qenë saktësisht ajo që duhej të ishte. Dhe ajo imazh i mbeti i gdhendur në mendje si një kujtesë e vazhdueshme e gjithçkaje që kishte humbur dhe, kryesisht, e gjithçkaje që nuk kishte ditur kur ta vlerësonte. Por në vend që të zhytej edhe më shumë në pendes, Ardiani vendosi të bënte diçka ndryshe. Vendosi të ndryshonte. Jo për Marinën, sepse e dinte se ajo nuk do të kthehej. Por për veten e tij. Sepse duhej të mësonte të ishte një person më i mirë, dikush i aftë të donte dhe të duhej vërtet. Terapia me Elenën vazhdonte, tani me seanca 2 herë në javë. Ardiani ishte i përkushtuar ndaj procesit të vetënjohjes. Ai fliste për fëmijërinë e tij, për baban e largët që vlerësonte vetëm rezultatet dhe arritjet materiale, për nënën që e donte por nuk arriti kur ta shprehte afeksionin në mënyrë të qartë. Foli se si u rrit duke besuar se suksesi financiar ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi, se të kishe pushtet dhe kontroll ishte sinonim i sigurisë.
dhe se si ky besim i kishte formësuar të gjitha marrëdhëniet e tij, duke e shndërruar në dikë që i mbante njerëzit në distancë, duke i përdorur kur i leverdiste, por pa lejuar kur veten të ishte vërtet intim. Elena e ndihmoi të kuptonte se brishtësia nuk ishte dobësi. Se të hapej me dikë, t'i lejonte të shihnin të metat dhe frikrat e tij, nuk e bënte më pak burr apo më pak të fortë. Përkundrazi, duhej shumë më tepër guxim për të qenë i prekshëm se sa për të mbajtur fasadën e pathyeshmërisë që ai kishte ndërtuar gjatë viteve. Ardiani po mësonte ngadalë t'i çmontonte këto mbrojtje. Ai gjithashtu filloi të ndryshonte rutinën e tij. Filloi të punonte më pak orë, duke deleguar më shumë përgjegjësi te ekipi i tij. Kuptoi se nuk kishte nevojë të kontrollonte çdo detaj të çdo projekti. Zbuloi se mund t'u besonte njerëzve përreth tij. Filloi të bënte gjëra që nuk i kishte bërë kur më parë, ecje në mëngjes në parkun e madh të liçenit artificial, kurse pikture në një atelje në blok, lexim librash që nuk kishin të bënin fare me biznesin. Po përpiqej të rilidhej me pjesë të vetes që i kishte braktisur prej shumë kohësh. Një ditë, gjatë një seance terapie, Elena e pyeti nëse Ardiani e kishte konsideruar ndonjëherë t'i kërkonte falje Marinës. Jo domosdoshmërisht për të rifilluar marrëdhënien, por thjesht për të marrë përgjegjësinë për gabimet që kishte bërë. Ardiani mbeti në heshtje. Mendoi për letrën që Marina kishte lënë në kuti, për fjalët e saj që thoshin se nuk priste që ai të ndryshonte, se nuk priste që ai ta kërkonte. A do të donte ajo të dëgjonte prej tij? A do të bënte ndryshim një kërkesë faljeje pas kaq shumë kohësh? Ai kaloi javë të tëra duke menduar për këtë. Shkroi disa versione të një letre, por gjithmonë i hidhte. Asgjë nuk dukej e mjaftueshme. Asnjë fjalë nuk arrinte të shprehte peshën e pendesës që ndjente. Derisa, në një pasdite me shi vjeshte, Ardiani më në fund shkroi diçka që dukej e vërtetë. Letra nuk ishte e gjallë. Nuk përpiqej të justifikonte veprimet e tij apo të minimizonte dhimbjen që shkaktoi. Ishte thjesht një rrëfim i sinqert. Ai foli se si kishte qenë egoist, se si kishte përdorur frikën e të qenit i prekshëm si justifikim për të lënduar dikë që vetëm donte ta donte. Foli për procesin e terapisë, se si po përpiqej të bëhej një person më i mirë. Dhe e mbylli duke thënë se nuk priste falje, nuk priste përgjigje, por se kishte nevojë që ajo ta dinte se ai e kuptonte, më në fund, se çfarë kishte humbur. Se e kuptonte se ajo meritonte shumë më tepër se sa ai ishte në gjendje të jepte. Dhe se ishte mirënjohës që ajo kishte pasur guximin të largohej, sepse kjo e detyroi të shikonte veten në një mënyrë që nuk e kishte bërë kur më parë. Ardiani e futi letrën në një zarf. Shkroi emrin e saj. Dhe qëndroi me atë zarf për ditë me radhë, pa ditur nëse duhej ta dërgonte. Elena e inkurajoi. Ardian, nuk ke nevojë të presësh një përgjigje. Por duhet të bësh pjesën tënde. Duhet të marrësh përgjegjësinë. Dërgoje letrën. Jo për të, por për ty për të mbyllur këtë cikël. Ardiani e dërgoi letrën. E dërgoi me postë dhe priti. Por përgjigja nuk erdhi kurrë. Dhe ai e kuptoi se nuk do të vinte kurrë. Marina kishte vazhduar përpara. Dhe ai duhej të bënte të njëjtën gjë. Ndërsa Ardiani punonte në transformimin e tij personal, Marina vazhdonte të ndërtonte diçka më të madhe se sa e kishte imagjinuar. Libri kishte fituar edhe më shumë popularitet. Një shtëpi e madhe botuese kombëtare u interesua të blinte të drejtat dhe të bënte një ribotim me shpërndarje më të mirë. Marina pranoi, por me një kusht, ajo do të mbante kontroll të plot editorial. Nuk do të ndryshonte asnjë fjalë, nuk do ta zbutte mesazhin. Shtëpia botuese ra dakord. Botimi i ri e solli librin te një publik shumë më i madh. Ai filloi të shfaqej në listat e më të shiturve, të rekomandohej në programe televizive, të diskutohej në blogje dhe podcaste. Marina filloi të njihej në rrugë. Ndonjëherë gratë e ndalonin në kafene, në librari, në autobus, vetëm për ta falënderuar. Për të thënë se libri u kishte ndryshuar jetën. Se i kishte ndihmuar të gjenin guximin për t'u larguar nga situata toksike. Se i kishte mësuar se të duash veten nuk është egoizëm, është nevojë. Marina mori një ftesë për të marrë pjesë në një emision televiziv. Ishte një emision javor që diskutonte tema relevante të shoqërisë shqiptare, i prezantuar nga një gazetare e respektuar e quajtur Fiona Dervishi. Marina u bë nervoze.
Televizioni ishte diçka krejtësisht ndryshe nga leksionet dhe bashkëbisedimet. Ishte një ekspozim shumë më i madh. Por Juliana, nga shtëpia botuese, e inkurajoi. Marina, ti ke një mesazh të rëndësishëm. Duhet të arrish sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Dhe ky emision do të ta jap këtë mundësi. Marina pranoi. Ditën e regjistrimit po dridhej. Por kur kamerat filluan të rrotulloheshin dhe Fiona bëri pyetjen e parë, diçka ndryshoi. Marina kujtoi pse po e bënte këtë. Nuk ishte për të. Ishte për të gjitha gratë që kishin nevojë të dëgjonin se mund të zgjidhnin veten. Se mund të largoheshin. Se meritonin më shumë. Intervista ishte thellësisht e sinqertë. Marina foli për përvojën e saj pas zbuluar identitetin e Ardianit. Foli për modelet që shumë gra pranojnë në marrëdhënie, për mënyrën se si dashuria ndonjëherë ngatërohet me sakrificën, për rëndësinë e njohjes kur diçka nuk është më e shëndetshme. Fiona bëri pyetje të vështira dhe Marina u përgjigj me brishtësi dhe mençuri. Jehona ishte e madhe. Emisioni pati një nga audiencat më të larta të vitit. Rrjetet sociale të Marinës shpërthyen me mesazhe mbështetjeje, por edhe me kritika. Kishte burra që e akuzonin se ishte feministe radikale, se demonizonte burrat, se promovonte ndarjen. Marina nuk u la të tronditej. Ajo e dinte se mesazhi i saj nuk ishte kundër burrave. Ishte në favor të grave. Në favor të marrëdhënieve të shëndetshme, të respektit të ndërsjellë, të reciprocitetit. Midis mira. Mesazheve që mori ishte një që e preku në mënyrë të veçantë. Ishte nga një grua e quajtur Teuta, që ishte 62 vjeç. Ajo shkroi, Marina, kalova 40 vjet të jetës sime në një martesë ku nuk u pash kurrë. Ku dhash gjithçka nga vetja dhe mora vetëm indiferencë. Mendoja se ishte detyra ime të duroja, se kjo është ajo që bëjnë gratë. Por pasi lexova librin tënd dhe pash intervistën tënde, mora vendimin më të vështirë të jetës sime. Kërkova fundin e martesës. Dhe për herë të parë pas dekadash, ndjej se po marr frymë. Faleminderit që më tregove se kur nuk është vonë për të zgjedhur veten. Marina qau kur lexoi atë mesazh. Qau sepse kuptoi ndikimin real të asaj që po bënte. Nuk ishte vetëm për marrëdhëniet romantike. Ishte për vlerën e vetes, për dinjitetin, për të drejtën për t'u parë dhe respektuar në çdo moshë, në çdo situatë. Besarta, terapistja që Marina kishte njohur muaj më parë, e ftoi në një projekt të veçantë. Besarta kishte arritur një partneritet me qeverinë për të krijuar një program mbështetës për gratë në situatë të vështirë emocionale. Programi do të ofronte terapi falas, bashkëbisedime dhe seminare për vetbesimin dhe rindërtimin. Besarta donte që Marina të ishte një nga lehtësueset. Marina pranoi menjëherë. Ishte saktësisht lloji i punës që i jepte kuptim jetës së saj. Ajo filloi t'i kushtonte 2 pasdite në javë projektit, duke punuar drejt për drejt me gra të moshave, klasave sociale dhe historive të ndryshme. Kishte gra që po dilnin nga marrëdhënie abuzive. Kishte gra që nuk kishin pasur kurrë guximin të largoheshin. Kishte gra që thjesht ishin të humbura, pa ditur kush ishin jashtë roleve që shoqëria u kishte imponuar. Marina dëgjonte çdo histori me vëmendje dhe empati. Ajo nuk i kishte të gjitha përgjigjet, por ofronte atë që mundte, përvojën e saj, praninë e saj, besimin e saj të palëkundur se secila prej atyre grave ishte e aftë të rindërtohej, të ishte e lumtur, të zgjidhte një rrugë më të mirë. Dhe pak nga pak, ajo shihte transformimin të ndodhte. Shihte gra që arrinin të thyra të fillonin të ringrijeshin. Shihte buzëqeshje të ktheheshin. Shihte shpresën të rilindte. Ishte gjatë një prej këtyre seminareve kur Marina njohu Julianin. Juliani ishte një nga psikologët vullnetar të projektit, një burr 38 vjeç, i divorcuar, baba i një vajze 10 vjeçare. Ai ishte i butë, i vëmendshëm dhe kishte diçka të sinqertë tek ai që i tërhoqi vëmendjen Marinës. Ata filluan të bisedonin në intervalet e seancave. Juliani tregonte për vajzën e tij, për mënyrën se si po lundronte në bashkëprindërimin me ish gruan, për punën e tij si psikolog i specializuar në trauma. Marina fliste për librin, për leksionet, për mënyrën se si ishte e lumtur por edhe e raskapitur nga ekspozimi i vazhdueshëm i historisë së saj. Juliani e dëgjonte me interes të vërtetë. Nuk ishte thjesht edukat. Ishte kuriozitet i sinqert për atë që ajo ishte.
Marina e gjeti veten duke pritur ditët kur ai do të ishte në projekt, duke gjetur justifikime për të biseduar me të pak më gjallë. Dhe kuptoi me një farë habie se po ndjente diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Nuk ishte pasioni intensiv dhe dërmues që ndjeu për Ardianin. Ishte diçka më e butë, më e qetë. Ishte interes. Ishte lidhje. Ishte mundësia e diçka e të re. Juliani e ftoi Marinën për një kafe pas një prej seancave. Ata shkuan në një kafene në komunën e Parisit, biseduan për orë të tëra për gjithçka dhe për asgjë. Me Julianin ishte e lehtë të bisedoje. Ai qeshte me shakat e saj, bënte pyetje interesante, ndante brishtësitë e tij pa frikë. Kur u ndan, Marina ndjeu një lehtësi në gjoks. Nuk ishte dashuri, ende. Por ishte diçka e mirë. Diçka që mund të bëhej e mirë. Ata filluan të takoheshin më shpesh. Darka të thjeshta, ecje në park, dalje në kinema. Marina nuk nxitonte. Nuk donte të zhytej me kokë në një marrëdhënie tjetër pa qenë e sigurt se ishte gati. Dhe Juliani e respektonte këtë. Ai nuk bënte presion, nuk kërkonte përkufizime, nuk përpiqej të përshpejtonte asgjë. Ai thjesht ishte i pranishëm. I disponueshëm. Real. Një natë, pas një darke në shtëpinë e Julianit, ku ai gatoi për të dhe ja prezantoi vajzën shkurtimisht para se vajza të shkonte për të fjetur, ata biseduan për marrëdhëniet e kaluara. Juliani foli për martesën që nuk funksionoi, për mënyrën se si ai dhe ish gruaja thjesht u rritën në drejtime të ndryshme. Nuk kishte pasur tradhti, nuk kishte pasur lëndim të thellë. Thjesht konstatimi se nuk ishin më të pajtueshëm. Dhe kishin vendosur në mënyrë të pjekur ta mbyllin martesën dhe të mbanin një marrëdhënie të shëndetshme për shkak të vajzës. Marina foli për Ardianin. Ishte hera e parë që tregonte historinë e plotë për dikë që nuk ishte terapist apo pjesë e procesit të shkrimit të librit. Juliani dëgjoi pa ndërprer, pa gjykuar. Kur ajo mbaroi, ai thjesht tha, "Ke qenë shumë guximtare, Marina." Guximtare jo vetëm për t'u larguar, por për ta shndërruar atë dhimbje në diçka që po ndihmon kaq shumë njerëz. Kjo është e rrallë. Ti je e rrallë. Marina ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Nuk ishin lodh trishtimi. Ishin lodh mirënjohjeje. Mirënjohjeje që kishte gjetur dikë që e shite, që e respektonte, që vlerësonte jo vetëm gruan e fortë që ajo ishte bërë, por edhe gruan e brish që ende ekzistonte brenda saj. Ata u puthën atë natë. Ishte një puthje e butë, pa nxitim, plot butësi. Dhe Marina ndjeu se po, ishte gati. Gati për të provuar përsëri. Gati për t'i lejuar vetes të ishte e prekshme. Por këtë herë me dikë që e meritonte brishtësinë e saj. Me dikë që do ta trajtonte me kujdes. Ndërsa Marina hapte zemrën e saj për një mundësi të re, Ardiani vazhdonte procesin e tij të vetmuar të transformimit. Ai mori lajmin se Marina nuk do t'i përgjigjej letrës së tij. Në fakt, zbuloi përmes një të ore të përbashkët se Marina e kishte marrë zarfin, por nuk e kishte hapur. E kishte hedhur në plera pa e lexuar. Ardiani nuk u habi. Nuk u zemërua. E kuptoi. Ajo kishte të drejtë të mos donte të dinte. Kishte të drejtë të vazhdonte përpara pa mbajtur peshën e fjalëve të tij të vonuara. Por ai vazhdoi të ndryshonte. Jo për të, por për veten e tij. Filloi të ishte më i pranishëm në jetën e njerëzve përreth tij. U rilidh me miqtë e fëmijërisë që i kishte braktisur kur erdhi në Tiranë. Filloi ta vizitonte nënën më shpesh, të bënte biseda të vërteta me të kuptonte më mirë kush ishte ajo përtej rolit të nënës. Filloi të ishte më i sjellshëm me punonjësit, t'i dëgjonte vërtet, të vlerësonte kontributet e tyre. Pati një ditë kur një nga arkitektet e kompanisë së tij, një grua e re e quajtur Anila, erdhi në zyrën e tij duke qarë. Ajo sapo kishte përfunduar një marrëdhënie të komplikuar dhe ishte e dërmuar. Ardiani i mëparshëm do t'i kishte thënë të mblidhte veten, të mos sillte probleme personale në punë. Por Ardiani i ri, Ardiani që po mësonte të ishte njeri, thjesht e dëgjoi. I ofroi një shami, e pyeti nëse donte të bisedonte, i tha se mund të merrte pjesën tjetër të ditës pushim nëse kishte nevojë. Anila u habit nga mirësjellja. Dhe kur doli nga zyra, Ardiani mbeti duke menduar se si ndryshime të vogla në mënyrën se si i trajtojnë njerëzit mund të bëjnë një ndryshim të madh. Ai gjithashtu filloi të dilte përsëri, por në mënyrë të ndryshme.
Nuk donte më aventura të rastësishme, takime boshe. Donte lidhje të vërtetë. Njohu disa gra, pati disa takime që nuk quan askund. Dhe ishte në rregull. Po mësonte të ishte vetëm pa u ndjer i vetmuar. Po mësonte se plotësia e tij nuk varri nga të pasurit dik pranë. Por kishte momente, veçanërisht natën, kur ishte vetëm në apartamentin që dikur e ndante me Marinën në kujtimet e tij, që ende ndjente mungesën e saj. Jo të Marinës së vërtet, sepse e dinte se nuk e kishte njohur kurrë plotësisht, por të mundësisë që ajo përfaqësonte. Të shansit për të pasur diçka reale që ai e shpërdoroi. Këto momente u bën më të rralla me kalimin e kohës. Dhe Ardiani mësoi të bashkëjetonte me to, mësoi se pendimi është pjesë e jetës, se gabimet janë pjesë e rritjes, se jo gjithçka mund të rregullohet. Dhe se ndonjëherë mënyra më e mirë për të nderuar atë që kemi humbur është të bëhemi njerëz më të mirë për shkak të asaj humbjeje. Një pasdite, Ardiani ishte në një librari duke kërkuar një dhuratë për nënën e tij kur pa një poster që lajmëronte një event me Marinën. Ajo do të promovonte botimin e dytë të librit të saj në një sesion autografesh të shtunën tjetër. Ardiani e shikoi posterin për një moment të gjatë. Një pjesë e tij donte të shkonte, donte ta shihte edhe një herë, ndoshta edhe të fliste me të. Por një pjesë tjetër, pjesa që po mësonte të respektonte kufit, e dinte se nuk duhej. Ai doli nga libraria pa bler asgjë dhe shkoi në shtëpi. Atë natë, shkroi në ditarin e tij diçka që Elena i kishte sugjeruar të bënte. Shkroi për Marinën, për atë që ajo përfaqësoi në jetën e tij, për mënyrën se si ishte mirënjohës për gjithçka që kishte mësuar. Dhe për herë të parë, arriti të shkruante për të pa ndier atë dhimbje të mprehtë në gjoks. Ishte një dhimbje më e butë tani, më e ngjashme me mallin se sa me pendimin e dëshpëruar. Marina, kudo që të jesh, shpresoj të jesh e lumtur, shkroi ai. Shpresoj të gjesh dikë që të sheh ashtu siç meriton të shihesh. Dikë që të vlerëson që ditën e parë. Dhe faleminderit. Faleminderit që ishe aq guximtare sa të largoheshe. Faleminderit që më detyrove të shikoja veten. Unë ende po mësoj. Ende po ndryshoj. Por po përpiqem të jem burri që ti meritoje të isha. Ardiani mbylli ditarin dhe pa nga dritarja. Qyteti ishte i qetë, nata ishte e kthjellët. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai ndjeu paqe. Nuk ishte lumturi e plotë. Nuk ishte mungesë pendimi. Por ishte pranim. Pranim i asaj që ishte, i asaj që mund të kishte qenë, dhe i asaj që nuk do të ishte kurrë. Dhe kjo, për momentin, ishte e mjaftueshme. Një vit kishte kaluar që nga ajo natë kur Marina i dërgoi kutin Ardianin. Një vit transformimesh. Mësimesh, dhimbjeje të shndërruar në rritje. Marina ishte ulur në një kafene në zonën e pazarit të ri, e njëjta kafene ku kishte pasur takimin e parë me Ardianin kaq shumë muaj më parë. Por nuk ishte aty për nostalgji. Po priste Julianin, i cili kishte dalë më herët nga puna për ta takuar para se të merrnin vajzën e tij nga shkolla. Marina shikoi përreth dhe buzëqeshi me vete. Ishte e çuditshme se si ai vend, që dikur ruante kujtime kaq të dhimbshme, tani dukej thjesht një kafene çfarëdo. Fuqia që Ardiani kishte pasur mbi të, kujtimet që e përndiqnin, e gjithë kjo kishte humbur forcën. Ajo që mbetej tani ishte vetëm një histori. Një histori që ajo e tregoi, që ndihmoi njerëz të tjerë dhe që më në fund ishte gati ta linte në të kaluarën ku i përkiste. Juliani arriti me buzëqeshjen e tij të qetë dhe u ul pranë saj, jo përballë. Ky gjest i vogël i zgjedhjes për të ulur pranë në vend që të pozicionohej si dikush që ishte në një intervistë apo negociat, ishte tipik për të. Juliani gjithmonë bënte çmos të ishte pranë Marinës, fjalë për fjalë dhe në mënyrë figurative. Ai e përshëndeti me një puthje të butë në faqe dhe e pyeti si i kishte shkuar dita. Marina i tregoi për mbledhjen që kishte pasur me shtëpinë botuese. Kishte një propozim për ta shndërruar librin e saj në një seri dokumentarësh për një platformë transmetimi. Do të ishte një seri me 6 episode, secili duke treguar historinë e një gruaje të ndryshme që kishte kaluar përvoja të ngjashme me të sajën. Marina do të ishte prezantuesja dhe bashkëproducentja. Ishte një mundësi e madhe, por edhe e frikshme. Do ta pranosh? Pyeti Juliani, duke i mbajtur dorën mbi tavolinë. Mendoj se po, u përgjigj Marina. Është një shans për ta amplifikuar mesazhin. Për të ndihmuar edhe më shumë gra. Por gjithashtu kam frikë.
Frikë se do të ekspozohem shumë. Frikë se kjo do të marrë gjithë jetën time. Juliani tundi kokën. E kuptoj frikën. Por gjithashtu e di se ti je e mrekullueshme në atë që bën. Dhe nëse kjo është ajo që do të mbështes plotësisht. Por nëse vendos të mos e pranosh, gjithashtu do të mbështes. Zgjedhja është e jotja. Gjithmonë. Marina i shtrëngoi dorën. Kjo ishte diferenca. Juliani nuk merrte vendime për të, nuk bënte presion, nuk manipulonte. Ai ishte aty për të mbështetur, për të dashur, por gjithmonë duke respektuar se ajo ishte një person i plot, i aftë të bënte zgjedhjet e saj. Dhe kjo bënte gjithë diferencën. Do ta pranoj, tha Marina, me më shumë vendosmëri. Por do të vendos kufi. Do ta bëj të qartë se kam nevojë për kohë për veten, për ne, për jetën jashtë punës. Juliani buzëqeshi. Perfekt. Ata qëndruan në kafene duke biseduar për tema të ndryshme. Për vajzën e Julianit, Sofin, që po shkonte mirë në shkollë dhe i kishte pëlqyer shumë takimi me Marinën fundjavën e kaluar. Për planet e udhëtimit që po bënin për pushimet. Për zhvendosjen e Marinës në një apartament më të madh, pasi garsoniera po bëhej e vogël me gjithë librat dhe materialet e punës. Juliani i kishte ofruar ndihmë në zhvendosje dhe Marina e kishte pranuar me gëzim. Marrëdhënia e tyre po rritej në ritmin e duhur. Nuk ishte e nxituar, nuk ishte e dëshpëruar. Ishte e ndërtuar tull pas tulle, me besim, respekt dhe afeksion të sinqertë. Marina i lejonte vetes të ishte e prekshme me Julianin, të tregonte për pasiguritë e saj, frikrat e saj, ditët e saj të vështira. Dhe ai bënte të njëjtën gjë. Ishte një shkëmbim i vërtet, i ekuilibruar, i shëndetshëm. Marina mendonte ndonjëherë se sa ndryshe ishte nga ajo që kishte pasur me Ardianin. Me Ardianin ishte intensitet i zbrazët. Ishte pasion pa thellësi. Ishte të qenit gjithmonë në tek të briskut, pa ditur nëse ai do të qëndronte apo do të largohej. Me Julianin ishte qetësi. Ishte të dije se ai do të ishte aty ditën tjetër. Ishte të mund të bëje plane pa frikën e braktisjes. Ishte të shiheshe, të vlerësoheshe, të doheshe. Pas kafes, ata shkuan së bashku të merrnin vajzën e Julianit nga shkolla. Vajza, e quajtur Sofia, vrapoi të përqafonte baban dhe pastaj e përshëndeti Marinën me një buzëqeshje të ndrojtur por të sinqertë. Marina po mësonte të lundronte në këtë hapësirë të mosqenies nën, por të qenit dikush i rëndësishëm në jetën e asaj fëmije. Ishte delikate, kërkonte durim dhe ndjeshmëri, por ishte shpërblyese të shihej lidhja duke u formuar pak nga pak. Ata kaluan pjesën tjetër të pasdites së bashku. Shkuan në park, hëngrën akullore, biseduan për ditën e Sofis në shkollë. Ishte e thjeshtë, e përditshme, e zakonshme. Por për Marinën, që kishte kaluar kaq shumë kohë në marrëdhënie dramatike dhe të komplikuara, ajo thjeshtësi ishte revolucionare. Ishte provë se dashuria nuk kishte nevojë të dhimbte. Se marrëdhëniet e shëndetshme ekzistonin. Se ajo e meritonte këtë. Atë natë, pasi la Julianin dhe Sofin, Marina u kthye në shtëpi dhe hapi laptopin e saj. Kishte vendosur të shkruante një tekst të ri, jo më për Ardianin, por për rifillimet. Për mënyrën se si është e mundur të duash përsëri pasi je lënduar. Për mënyrën se si është e mundur të besosh përsëri pasi je tradhtuar. Për mënyrën se si është e mundur të besosh përsëri në dashuri pasi ke humbur besimin tek ajo. Fjalët rridhnin me lehtësi. Marina nuk shkruante më me dhimbje. Shkruante me shpresë. Me mençuri. Me mirënjohje për rrugën e përshkuar. Ajo e mbaroi tekstin dhe e publikoi në blogun e saj personal, të cilin e kishte krijuar për të ndarë reflektime për te librit. Brenda pak orësh, teksti kishte qindra komente nga gra që falenderonin, ndanin historitë e tyre të rifillimit, festonin mundësinë për të qenë të lumtura përsëri. Ndërsa Marina lulëzonte në jetën e saj të re, Ardiani gjithashtu vazhdonte rrugën e tij. Ai kishte bërë progres të rëndësishëm në terapi. Elena e kishte ndihmuar të dekonstruktonte shumë nga modelet që e pengonin të lidhej vërtet me njerëzit. Ardiani tani e kuptonte se frika nga brishtësia vinte nga një vend i thellë, i lidhur me mënyrën se si ishte rritur, me pritshmëritë që gjithmonë i ishte dashur të përmbushte, me imazhin e suksesit me çdo kusht që kishte internalizuar. Ai kishte filluar të dilte me një grua të quajtur Anisa, të cilën e njohu në një event bamirësie.
Anisa ishte mjeke, 40 vjeç, e divorcuar dhe kishte 2 fëmijë adoleshentë. Ajo ishte inteligjente, e pavarur dhe nuk kishte interes për lojra emocionale. Anisa e bëri të qartë që në fillim se çfarë priste nga një marrëdhënie, sinqeritet, prani, angazhim. Dhe Ardiani, për herë të parë, ishte i gatshëm të ofronte gjithë këtë. Marrëdhënia me Anisën ishte ndryshe nga gjithçka që ai kishte përjetuar më parë. Ishte më e pjekur, më e ndërgjegjshme. Kishte sfida, sigurisht. Fëmijët e saj ishin adoleshentë në një fazë të komplikuar dhe Ardiani po mësonte të përballej me realitetin e të qenit në një lidhje me dikë që kishte një jetë komplekse, me përgjegjësi dhe histori që nuk e përfshinin atë. Por ai ishte i përkushtuar. Ishte i pranishëm. Po përpiqej vërtet. Elena kishte komentuar në një nga seancat e fundit se sa ndryshe ishte Ardiani. Nuk po përpiqesh më të kontrollosh gjithçka, tha ajo. Po lejon që gjërat të jenë ato që janë. Po tregohesh i prekshëm. Po mëson të duash vërtet. Ardiani ra dakord. Është e çuditshme, Elena. Ndonjëherë ende kam dëshirë të kthehem te modelet e vjetra. Të largohem kur gjërat vështirësohen. Por pastaj kujtoj Marinën. Atë që humba. Dhe kujtoj se nuk dua të bëj të njëjtat gabime. Po për Marinën, pyeti Elena. Ende mendon për të? Mendoj, u përgjigj Ardiani. Por jo në të njëjtën mënyrë. Më parë ishte obsesion, pendes, dëshirë për t'u kthyer në kohë. Tani është thjesht një kujtim. Një kujtim i rëndësishëm që më mësoi shumë, por që mbeti në të kaluarën. I uroj të jetë e lumtur. Dhe shpresoj të ketë gjetur dikë që e vlerëson vërtet. E ke falur? Pyeti Elena. Ardiani mendoi për një moment. Kam falur veten time. Kuptova se bëra gabime, por se jam i aftë të mësoj. Të ndryshoj. Dhe mendoj se kjo është më e rëndësishme se falja. Është rritje. Elena buzëqeshi. Ke bërë një rrugë të gjatë, Ardian. Një pasdite, Ardiani ishte në një librari duke bler një dhuratë për Anisën kur pa njoftimin për dokumentarin që Marina do të prezantonte. Kishte një poster të madh në hyrje të librarisë me foton e saj duke buzëqeshur, e sigurt, rrezatuese. Titulli ishte Rindërtimi. Ardiani ndaloi dhe e shikoi imazhin për një moment të gjatë. Ndieu një shtrëngim në gjoks, por nuk ishte më dhimbje. Ishte një përzierje nostalgjie dhe krenarie. Krenarie që shite se ajo kishte arritur ta shndërronte gjithë atë në diçka kaq të rëndësishme. Ai i bëri një foto posterit me celular dhe atë natë ja tregoi Anisës. Anisa, duhet të tregoj një histori, tha ai. Dhe i tregoi. I tregoi për Marinën se si kishte qenë egoist, për kutinë, për letrën, për gjithë procesin e transformimit që erdhi më pas. Anisa dëgjoi në heshtje, duke i mbajtur dorën. Kur ai mbaroi, Anisa tha, Ardian, e di që ti nuk je më ai burr. E shoh se si po përpiqesh të jesh ndryshe. Dhe e vlerësoj këtë. Por duhet të di, a ke ende ndjenja për të? Ardiani mori frym thellë. Kam mirënjohje. Kam respekt. Kam admirim për atë që ajo është bërë. Por nuk kam dëshirë të kthehem. Nuk kam shpresë ta rifitoj. Ajo që kishim mbaroi shumë kohë më parë. Dhe është në rregull. Unë jam këtu, me ty, sepse këtu dua të jem. Anisa tundi kokën, me sa duket e kënaqur me përgjigjen. Faleminderit që je i sinqert. Muajt vazhduan të kalonin. Marina pranoi projektin e dokumentarit dhe filloi procesin e prodhimit. Ajo udhëtoi nëpër disa qytete të Shqipërisë duke intervistuar gra me histori të fuqishme tej kalimi. Çdo histori e prekte thellësisht. Ishte Mariana nga Durrësi, që doli nga një martesë abuzive pas 20 vjetësh. Ishte Renata nga Vlora, që zbuloi forcën e saj pas një ndarjeje shkatërruese. Ishte Kamila nga Shkodra, që rindërtoi jetën në moshën 50 vjeç, duke dëshmuar se kur nuk është vonë për të rifilluar. Çdo episod ishte një festim i rezistencës femërore, i aftësisë për tu ringritur edhe pas rënieve më të këqija. Marina nuk shfaqej si eksperte apo si dikush që i kishte të gjitha përgjigjet. Shfaqej si një grua që gjithashtu e kishte kaluar këtë, që e kuptonte dhimbjen, por që kishte gjetur një rrugë për të dalë. Dhe kjo e bënte gjithçka më autentike, më reale. Kur dokumentari u lançua, Jehona ishte e menjëhershme dhe masive.
Miliona njerëz e panë në ditët e para. Rrjetet sociale shpërthyen me diskutime për marrëdhënie të shëndetshme, për njohjen e shenjave paralajmëruese, për rëndësinë e dashurisë për veten. Marina u ftua në intervista në emisione me audiencë të madhe, në debate në universitete, në biseda me grupe mbështetëse në të gjithë vendin. Ajo ishte në kulmin e karrierës së saj, por ishte gjithashtu e lodhur. Ekspozimi ishte i pamas dhe ndonjëherë Marina ndjente se po jepte më shumë nga vetja se sa arrinte të rikuperonte. Ishte Juliani ai që e vuri re dhe i sugjeroi të merrte pak kohë. Marina, duhet të pushosh. Duhet të kujdesesh për veten. Po ndihmon kaq shumë njerëz, por nuk mund të harrosh të ndihmosh edhe veten. Marina ra dakord. Ajo mori 2 javë pushime të plota. Fiku rrjetet sociale, delegoi angazhimet dhe udhëtoi me Julianin dhe Sofin në një plazh në Dhërmi. Ishin 2 javë thjeshtësie. Të zgjoheshe pa angazhime, të ecje zbathur në rër, të lexoje libra pa orar për të mbaruar, të luaje me Sofin në plazh, të bëje biseda të gjata me Julianin për jetën, për ëndrat, për të ardhmen. Një natë, e ulur në verandën e shtëpisë që kishin marrë me qira, duke dëgjuar zhurmën e dallgëve, Marina pati një zbulesë. Ajo ishte e lumtur. Sinqerisht, thellësisht e lumtur. Jo sepse kishte sukses profesional, jo sepse po ndihmonte njerëz, megjithse kjo ishte e rëndësishme. Por sepse kishte gjetur paqe. Paqe me veten. Paqe me të kaluarën e saj. Paqe me zgjedhjet e saj. Juliani u ul pranë saj dhe i hodhi krahun mbi supe. Për çfarë po mendon? E pyeti ai. Po mendoj se sa e çuditshme është jeta, u përgjigj Marina. Një vit më parë isha e shkatëruar. Mendoja se nuk do të arrija kur më të besoja dikuj. Mendoja se ajo dhimbje nuk do të kalonte kurrë. Dhe tani, shiko ku jam. Jam e lumtur. Jam e plot. Jam e dashur. Ti e meriton gjithë këtë, tha Juliani, duke e puthur në majë të kokës. Dhe shumë më tepër. Marina u mbështet tek ai. Faleminderit. Që je këtu. Që më respekton. Që më do në mënyrën e duhur. Gjithmonë, u përgjigj Juliani. Ndërsa Marina shijonte paqen e saj, Ardiani gjithashtu po gjente të tijën. Marrëdhënia me Anisën po shkonte mirë. Ata kishin vendosur të jetonin së bashku, një vendim i madh që Ardiani nuk do ta kishte marrë disa vite më parë. Por tani, ai ishte gati. Gati për angazhim. Gati për të ndërtuar diçka të vërtetë. Fëmijët e Anisës po e pranonin gradualisht Ardianin. Nuk ishte e lehtë. Adoleshentët rrallë janë mikpritës ndaj figurave të reja atërore. Por Ardiani po tregoi i durueshëm, respektues, duke u dhënë hapësirë kur ishte e nevojshme dhe duke u bërë i pranishëm kur i lejoi. Po mësonte se marrëdhëniet familjare ndërtohen me kohë, jo me para apo gjeste madhështore. Një natë, gjatë një darke familjare, djali më i madh i Anisës, një djalë 17 vjeç i quajtur Lukas, e pyeti Ardianin për punën e tij. Ata biseduan për ndërtimin, për arkitekturën, për sfidat e menaxhimit të një kompanie. Lukasi dukej sinqerisht i interesuar. Dhe kur darka mbaroi, ai e falenderoi Ardianin për bisedën. Ky gjest i vogël, kaq i thjeshtë, e mbushi Ardianin me një gëzim që ai nuk e priste. Ishte ndryshe nga gëzimi i mbylljes së një marrëveshjeje të madhe apo i marrjes së një çmimi. Ishte gëzimi i të qenit i pranuar, i përkatësisë, i të qenit pjesë e diçkaje më të madhe se vetvetja. Anisa e vuri re ndryshimin tek ai. Je ndryshe sot, komentoi ajo ndërsa rregullonin kuzhinën së bashku. Më i lehtë. Lukasi bisedoi me mua, tha Ardiani me një buzëqeshje. Për herë të parë, ai vërtet bisedoi me mua. Sikur të isha dikush i rëndësishëm në jetën e tij. Anisa buzëqeshi dhe e përqafoi. Ti je i rëndësishëm, Ardian. Për mua, për ata. Thjesht duhej të kishe durim. Po mësoj, u përgjigj ai. Po mësoj se gjërat më të mira kërkojnë kohë. Dhe se ja vlen të presësh. Koha vazhdoi të kalonte. Marina botoi librin e saj të dytë, këtë herë jo për historinë e saj, por për historitë e grave që njohu gjatë regjistrimeve të dokumentarit. Ishte një përmbledhje rrëfimesh të fuqishme të kalimi dhe rindërtimi. Libri u bë një tjetër sukses, duke e konsoliduar Marinën si një zë të rëndësishëm në debatin për marrëdhëniet dhe fuqizimin e grave. Ajo dhe Juliani u fejuan.
Ishte një propozim i thjesht, gjatë një ecjeje në parkun e madh të liçenit artificial, pa produksione të mëdha apo surpriza të përpunuara. Juliani thjesht ndaloi, i mbajti duart dhe tha, Marina, dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime pranë teje. Do të martohesh me mua? Marina, me lot në sy, tha po. Dasma u caktua për vitin tjetër, një ceremoni e vogël dhe intime vetëm me familjarët e afërt. Dhe miqtë e dashur. Marina ishte e lumtur me perspektivën. Pas kaq shumë kohësh duke besuar se nuk do të gjente kurrë një dashuri të vërtetë, ja ku ishte, gati për t'u martuar me një burr që e donte dhe e respektonte vërtet. Ardiani, nga ana e tij, gjithashtu po planifikonte të ardhmen. Ai dhe Anisa kishin vendosur të mos martoheshin zyrtarisht, por të merrnin një angazhim jetësor së bashku. Kishin bërë një ceremoni simbolike vetëm për familjen, ku deklaruan dashurinë dhe qëllimin e tyre për të ndërtuar një jetë të përbashkët. Ardiani po mësonte se angazhimi nuk ka nevojë të vijë me një letër të nënshkruar. Vjen me veprime, me prani, me zgjedhje të përditshme për të qenë pranë dikujt. 2 vjet kishin kaluar që nga ajo natë e kutisë. Marina dhe Ardiani vazhduan jetët e tyre, plotësisht të ndarë, pa asnjë kontakt, pa asnjë përpjekje për t'u ritakuar. Dhe ishte në rregull. Të dy kishin gjetur rrugët e tyre, versionet e tyre të lumturisë, format e tyre të dashurisë. Marina nuk e mori vesh kur se Ardiani kishte ndryshuar. Nuk e mori vesh kur për terapinë, për përpjekjet e tij për t'u bërë më i mirë. Dhe nuk kishte nevojë ta dinte. Ajo nuk kishte të bënte me të. Kishte të bënte me të. Në të njëjtën mënyrë që transformimi i saj nuk ishte për t'u hakmarrë apo për t'i provuar diçka Ardianit. Ishte për veten e saj, për të rigjetur veten, për t'u rindërtuar. Pati një ditë, megjithatë, kur rrugët e tyre gati u kryqëzuan. Marina ishte në një leksion në një qendër biznesi në qendër të Tiranës. Ardiani ishte në një mbledhje në të njëjtën ndërtesë, 2 kate më lart. Ata ishin kaq afër gjeografikisht, por kaq larg në realitetet e tyre. Asnjëri prej tyre nuk e dinte për praninë e tjetrit. Dhe ndoshta ishte më mirë kështu. Kur Marina mbaroi leksionin e saj dhe doli nga ndërtesa, Ardiani po hynte në ashensor. Për një fraksion sekonde mund të kishte pasur një takim. Por koha nuk ishte e duhura. Dhe ndoshta nuk do të ishte kurrë. Sepse disa histori nuk janë bërë për të pasur ritakime. Janë bërë për të mësuar, për të transformuar dhe për t'u lënë në të kaluarën ku i përkasin. Marina vazhdoi të ecte në trotuar duke menduar për leksionin që kishte dhënë, për gratë që e kishin ndaluar më pas, për jetët që po prekte. Telefoni i saj ra. Ishte Juliani, duke e pyetur nëse donte të darkonin jashtë. Marina buzëqeshi dhe u përgjigj po. Ajo ishte e lumtur. E plot. Në paqe. Ardiani, brenda ashensorit, po shikonte celularin duke lexuar një mesazh nga Anisa për darkën që ajo po përgatiste. Ai buzëqeshi. Ishte i paduruar të arrinte në shtëpi, të ishte me të dhe me djemt, për atë jetë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme që kishte ndërtuar. Edhe ai ishte i lumtur. I plot. Në paqe. Dhe kështu, pa e ditur, Marina dhe Ardiani jetuan përfundimin real të historisë së tyre. Jo një përfundim kur i takoheshin dhe bënin paqe. Jo një përfundim ku ajo e falte dhe i jepte një shans të dy. Por një përfundim ku të dy vazhduan përpara. Ku të dy mësuan. Ku të dy u rritën. Ku të dy gjetën lumturinë, jo te njëri tjetri, por te vetja dhe me njerëz të tjerë. Sepse ndonjëherë fundi i lumtur nuk ka të bëjë me rifitimin e atij që kemi humbur. Ka të bëjë me rifitimin e vetes son. Ka të bëjë me kuptimin e vlerës son. Ka të bëjë me mësimin se mund të jemi të lumtur vetëm dhe, nga kjo plotësi, të gjejmë dikë që i shton jetës son në vend që ta mbush atë. Marina nuk u largua nga Ardiani për mungesë dashurie për të. U largua për tepri dashurie për veten. Dhe kjo dashuri për veten e çoi në ndërtimin e një jete që ishte vërtet e saj. Një jetë plot qëllim, lidhje reale, dashuri të vërtetë. Ardiani, nga ana e tij, mësoi se të duash nuk është të zotërosh. Është të respektosh. Është të jesh i pranishëm. Është të vlerësosh. Dhe megjithse e mësoi tepër vonë për Marinën, e mësoi në kohë për Anisën, për djemtë e saj, për njerëzit që tani ishin pjesë e jetës së tij. Historitë e Marinës dhe Ardianit ishin paralele tani. Nuk prekeshin më.
por të dyja ishin histori rritjeje, transformimi, shansesh të dyta. Jo shanse të dyta me njëri tjetrin, por shanse të dyta me veten dhe me jetën. Dhe ndoshta ky është fundi i vërtet i lumtur. Jo për alla ku gjithçka zgjidhet me një puthje. Por historia reale ku njerëzit bëjnë gabime, mësojnë, rriten dhe gjejnë versionet e tyre të lumturisë. Ku dashuria për veten është protagonistja. Ku të zgjedhësh veten nuk është egoizëm, por mbijetesë. Ku të largohesh nuk është të dorëzohesh, por të rifillosh. Marina shikoi qiellin e Tiranës, tani të ngjyrosur me portokalli nga dielli i pasdites dhe ndjeu mirënjohje. Mirënjohje për dhimbjen që e forcoi. Mirënjohje për guximin që gjeti. Mirënjohje për jetën që ndërtoi. Ajo ishte gati për të ardhmen. Një ardhme që, më në fund, ishte plotësisht e saj. Ardiani shikoi nga dritarja e zyrës duke parë qytetin të ndizej me dritat e natës dhe ndjeu paqe. Paqe që kishte përballuar demonët e tij. Paqe që kishte ndryshuar. Paqe që kishte gjetur një shans të ri për ti. Bërë gjërat si duhet. Edhe ai ishte gati për të ardhmen. Një ardhme ku nuk ishte më i burgosur i modeleve të tij të vjetra. Dhe diku midis këtyre dy të ardhmeve, në kujtesën e të dyve, ekzistonte kujtimi i 15 netëve që ndryshuan gjithçka. Net që mësuan se dashuria e vërtet nuk lëndon. Se marrëdhëniet e shëndetshme ekzistojnë. Se meritojmë të shihemi, të vlerësohemi, të zgjidhemi. Dhe se kur kjo nuk ndodh, kemi të drejtën, madje edhe detyrimin, të zgjedhim veten. Sepse në fund, Marina nuk u largua për mungesë dashurie për Ardianin. Ajo u largua për tepri dashurie për veten. Dhe ky ishte fillimi i historisë që, më në fund, ishte vetëm e saj. Dhe gjithashtu ishte fillimi i historisë së Ardianit me veten e tij. Dy histori të ndara, por një lloj të rëndësishme. Dy histori rifillimi. Dy histori shpresë. Dhe këto histori vazhdojnë të shkruhen ditë pas dite me çdo zgjedhje që bëjnë, me çdo person që duan, me çdo herë që zgjedhin respektin në vend të kontrollit, të vërtetën në vend të manipulimit, dashurinë për veten në vend të pranimit të thërrimeve. Sepse kjo është historia më e rëndësishme që secili prej nesh mund të shkruajë. Historia se si mësojmë të duam veten së pari. Që, kur të vijë dashuria e vërtet, të jemi gati ta njohim dhe ta pranojmë. Dhe që, kur diçka nuk është dashuri e vërtet, të kemi guximin ta lëmë të shkojë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Marinës dhe Ardianit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë rrugëtim rindërtimi dhe dashurie për veten, lini një like, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cila pjesë ju preku më shumë. U identifikuat me Marinën? Apo ndoshta me transformimin e Ardianit? Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na mësojnë për dashurinë, respektin dhe guximin për të zgjedhur veten. Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë shpirtin.